Tha kush është i gatshëm për me shku në Kosovë me luftu. A besoj pari, kum qut dorën, Leonor Vazova, thash, ai që o gjak shqiptare, thash, ja sa djakor dhe të me shku. Tha i ka e tje i Drenicës, tha janive, tha që e ka në vrarë dhe mjasharën e familjen e tina, edhe ati ju kështë im, normal, se shqiptari. Thash, nuk është e vërtet. Gjithmonë manike që është gjallë, gjithmonë manike edhe a dyqysh më dëksi, kur më thash, ta besoj që si kur në merë një dridhja, ke po si kur solën ku merë në dridhin trëp. Jam krenar, si kur e shë njëri Skënderbeu, që ashtu që ma ka pru zëti, mi pa dhe mjashari. E ato blinda që ka esha, i me ma tërë, tha që shtu ju flëke për mas me mjekër, që ashtu si kur edhe s'ja ka një heq. Fehmija, edhe a i shkom dyqysh si veçant. Ka gjatë din kështu, që me thomi për në gjohë, a dhe mjasharit Fehmija i shkom se ka folke, ka bajke laf, u dëke njëri natural, njëri i vujtën. Nashta unë e gjallë jam, po ko gjatë dhe sërbë gjallë si kina lo. E tash s'jam fajturën, nëpse nashta sërbë si kum lo gjallë dhe vetë jam gjallë. Ademet i ka thonë, ki kujdes, se të t'janë orë shumë furë, tha na onë, the qështu. Aden, në kërë kërë dollë për i kjerë, tha veç ja ka bu më stejë që në erë qështu për pjetë, hajli ku, qa këft, tha, ju lumë pushka, këft për mja që amanetin ven, dhe me thonë, familjes sa dhe mjasharët e jasharve, është i las dërguti, me Ahmet Zabelin, do me thonë me ushtarë të rezallës. Pa po me sy shkupi, ku ja ku pu tenkës, e tani masi që u kallë tenka, rrash 3-4 shki, ma dhim për para tenke, kënej shumë, sa, beqështu, sjetën, si kur vetë, ato kena vro sa kena mujtë, ato kena gju sa kena mujtë. I piskat ke komandanti, i Serbë i tyni, i piskat, i jabaj ke, ajde mo, na prej. Kurse Araj Hashim thot që Recep Selimin, këtë terrenin e kanë pastru. Mas pari këta e në hije, tani na me hi ushtria. Kam i kum po dëth. Edhe ati kum po në ravet njështë të lidhë për banderave, kum po. A beset lidhët. Këtë ka lëzën drejt, njështë matë preshta, dhe sot civil t'i kanë rrasë, se kështu për luftarë, urë me burë, ta nuk e kanë atë trimnin. Ta ma shumë janë shku me vrot, fmi, shkrejtët, fmi, këra, jeshtë pa mërujtën. Po i tash sohër nishëm ku bëshin masakra, sohër nishëm që i bëshin vrasën, na veç shkëshëm t'ju forcu, veç shkëshëm t'ju bëma agresiv, veç shkëshëm t'ju, dhe me thonë, se qërë t'ju qartë vla. Dhe me thonë, se ku e dishe që i kam mytë fëmin, pa fajshëm. Më tani, veç ajse një ke vetën gjak shqiptari, s'ke mujtë më me najtë një ven, veç është me luftu o mak merë. Tili muja i plagës në kom, kurse Araj edhe, tha kum një që ke kollë një tek, për thash një tek, a disa kushtë një tek, 300.000 atë kohë, ati qatë, tha brava të kohë, ti pas ke po damë Serbis. Muja dhe Rambësh Haradini, ta kanë qenë komandanta luftarak, që ashtu Ramushi ka qenë komandant luftarak ka qenë. Mjallë durën, deshtet dhe të mjallë durën, që ashtu Muja ka qenë, që ashtu dhe i la dërguti. E dëllën Muja beq atë dhe dikosh diku i një maj i kapen qiftelijat me kënu. I kanë kënu vëlla një një ura 2 kongët, na kajtë ushtria në kongëma. Pa qëfar kongësh kanë kënu që në tëkë në dhej për gjallë mështi. Kur i kumë po shuk në vranë jam që në kongë, thash mos një dërzën i shkallë shkinët. Ato na kanë zej gjohë, kena luftu, kena rezistu se valla mos rezisteshëm. As një gjallë për jatu i tja. Kur më ka fut granon, tha mi diskolmi. Me të spira, me të bonit të me zi. Unë e që ditë në ato që shumë pështoj zëti një grith nuk e mëra. Ku je, tha Ramba, tha se në kanë rosh, ki dha me dhamë, tha, veqa sa këna lëshu, tha, qysh? Ja baj këti komandant, me meze që kumë qu. E rëtullaj su, qu, tha, se i këshin ra. Kongën, tha, shta dhe mjashorit, tha, dhe në që mi dhonë vëllnet. Pashallah, tha, as një gjallë më dërzu nuk ban. E tja këna kërcit, e ata na i plagësën gjallë. Dë shuk në kanë vro për rejthit i mënu më naqit. Se me qëtë kapitenin rësë një orë këmë luftu, me tonë, bili gjallë këmë zoshë, a pësë sy qelë, më nëjë këmë grithë me hinë tëkë për gjallës, ja punë zëtë zërë që ka po krime e tjera lufta, asane, e grethë këtë tëkë, a pësë më nëjë kënë tëkë për gjallë, për gazepi ka dollë shpirë. Një o këferë, të ratë cëkë para gjysëve që këcaj ke do kry, qa mi lo mo me hjek ato. Ski, se na jem shqiptona, nuk jem qefar të mi lo me hjek, na jem kriju që ashtu, na kem edhe luftojmë dhe kem shpirtin e mirë. Kisha rast, a besesh kisha në veshge veç vetë, zatesh aty roshi. Ka emblemën e që kësë oshtari, bike shi, plumë lëllbollën në shpinë që është me uniformë ku e posha, viq vetë. Pasha lojnë gjësore risha që është mbëllim kënë shpia. Thesha e denon ati boba, dhe më thonë që djali ku i ka jetë për vatan, për atë dhej. E që ata dëshmurët e kanë lerën më të mëllë në jetë, dhe më thonë këtë njerëzim dëshmurët e kanë. Vjeni nëntës si popull që i jemë,
Tash llogarete qysh na veç 2% me kon luftë. 98% mos me kon, domethënë me mbrojt adhemna, venin tona. A shkopi i Serbia vjen me luftu në venin tonë e na mos me mbrojt. Po çta 2% tash mas lufte. Mos më respektu, a na mallkan Allahi? Na mallkan. Le to kush dol mëre? Çto në Prishtinë, ka unë veç me gesh të ja bajke. Tha me grut vetë t'ja kërset e ka, plok. I kena harruna. Pasha Allahin i kena harru. Veç tutna që me po me harru shumë është keq. Unë quhem Vesel Aruqi, nga fshati Rezall, komunës Skënderajt. Lup së dënimin e rambëve kom pas. E vi nga veni Drenicës, dhe më veni që është ma i vujtën, dhe më thonë, për çdo luft që bo, dhe më thonë që ka pasë rezistencë shumë të madhe, e vi nga i venve. Na si familje mas pare, na baba jonë gjithmonë, që na këna pasë të gjithë, edhe gjithmonë na tregojke për luftën e Shabapollush, dhe më thonë qysh kanë përjetue, qysh kanë hjeke, qysh kanë vujte, qysh, dhe më thonë, mas pare këna pasë frymëzimin pe i prindit e këna pasë. Normal tanë që me kuhen, dhe më thonë, edhe na mësej për uja vetë, dhe më thonë, që ata na nga smunë, ata, dhe më thonë, pe i Beogradit edhe në këtë, unë për vetë s'kom ditë me luftu, unë ashta s'kom ditë automatën me qelë. Po mu ma ka imponu Serbia që mu mësu me qelë automatën, mu mësu me luftu me tana, se na jena kom vendin tëlla, që na shku një vend të huj dikon tjetër me luftu, po ata na kanë bon, dhe më thonë, të mëjshme, ferë mu pregaditë edhe na që thëjnë me zërë me të bojë luftarë. Serbia neve na ka bojë luftarë, sa ata janë orë këtë. Unë kam qenë shtetet jashme, kam qenë Sloveni, kom pas 3 vllazni, kom pas Gjermani, kom pas edhe vetë me shku në Gjermani, po 1-2 vite kam qenë Sloveni edhe si kur shqiptarë, çdo shqiptarë që shku në shtetet jashme dhe me punu me gjallënu për familje për veti. Edhe bili, kur kam shku atje, mësu edhe mjeshtër o bona, po kërsiti lufta, ku kërsiti lufta në Likoshan mas pari, finde gjojmë lajmet për mes televizioni, ku i posh atë familjet masakrunë, dhe më familjen Ahmetit Likoshanit, edhe u mërzita që atë natë, po të regoj shumë, nashtë edhe kumë qajtë, u mërzita, pja bajt dëshukve atë që ishëm e ta, thash që ka shku zotë, thash kësë met nesër ka më njësë për Kosovë, po deshte zotë që nesër e majtë një mbledhje shumë të madhe atë në Sloveni e majtë në atë mbledhje, edhe njënë po fletë kur se harrej, kur tha, masi e majtë mbledhje, direkt për luftë e shaja mbledhje, tha kush është i gatshëm për me shku në Kosovë me luftu. A besoj pari, kum që dërën, Milionar Vazova, thash, aj që o gjak shqiptari, thash, ja sa djakor dhe të me shku, edhe qysh fulla, thash, unë jam i gatshëm nesër me shku, edhe nesër t'jam nisë. Po tani, ku ka marrë beja tjetë, kam hypë në ballan, hera parë që kam hypë në ballan për marrë luftë, por nuk isha hypë në ballan, se ka e na shku, anë e na shku si kush dhe shqiptar që shkan këtë. E ka e na orë për ma shpet, jam hypë në ballan, e pe Slovenie kam zbrit në Tiranë. Ku kam zbrit në Tiranë, njerit lemë nuk më njoftë. Fikall vetë, vetë. Pële kur se arrej shkuva të, adi më drejtu ku më angazhu për me shku me luftu, mas pari më rallë të dëtri dëkësë më rallë atje, më qunë më drejtun. Kur shkuva, tha i cilët ven, thash e Rezallë, sa i ka tunë i cilët Rezallë për. Tha, më se gëti gjërë se ka vakt, kur se arrej? Po të regaj drejt, musë më pret, ka ata më bajshin ka vakt. Ta një shkuva tjetër kone, dikur unë nisa i hypa fugurit e drejt në koks. Kur shkuva në koks, qatë dit ish pas vra familje e Sharin, dhe më adhim e Sharin me familje. Edhe në ty lyp një ven në tel për me flajt, e vejta një polis të kuksit, thash, a ka një ven këtu me flajt? Si kalzëva për çka, qysh të kësi? Tha i ka e tje i Drenicës, tha e nive tha që e ka në vra dhe me Sharin e familjen e tine, edhe ati ju kështë im, normal, se shqiptari. Thash, nuk është e vërtet. Ja, tha, e vërtet është tha se kësi here ka qitë direkt shtadin për mes medja dhe në qyshe ka qitë televizioni. A besë në koks atë ku hinani, si restorani madhe, shumë i madhe i shkon, televizionit ishim përqendru në lojme, krejt ata dhe më kokse se ata shqiptar, dhe ata kanë dhimë të zitur, dhe më në vrasën e familjes Jashari. Nuk ku nike njeri lemë, ku hina, vish një kërik thot të shko. Në pak se i besu shumë jam, shkova ulla, tha Shaban, më ullë që të pëmëre, shkoj familje kuksit. Edhe më vetën tha i kohë tje i Drenicës, po më bojnë ata.
Unë përja baj që stadin a kona i vend këtë adin për me flejt, se e kështa qëllime për marrë luft, qatë natë me vujtë atë. Po uzateta një familje, shumë familje të furë, të adhetare. Familje në Zemnejles, bili djalli ti së Këlnejle ka posë. Edhe ma bëgën e tha, qysh për thua ka vend me flejt. Ti tha me neve që ta shpej që tu i drejtë në shpitem. Se e detin qëllimin ku, e hopat e pari ku morë dhe më thonë që e familje Kukset. Familja Zemlejles edhe djalli Tisa Kullit. Vetyni jam mësu me qela të mothën, me mshel. Vetyni jam mësu më stërvit, të shumë një ven. Kretë, dhe më thonë, fej qasoj familja hopat e pari ku morë. Më ronja një javë dhe atë, me nejtë të e familje, u përgatita kretë. Po tani, qaj së Kullit ma bone, tha, me ngu mua, tha, unë e muj me qitë e kufinja nej, me ra kufinit adin, se kufini ka qeni hekur në atë ku, adin pe i tengo servis. Edhe ma bune tha, po shko edhe herë në Teran, tha, se janë dëmo grupet e uqëkës atje që stërvitin. Tha, nëse nuk bjen uqëkë atje, tha, po ta jep një besë që kuj ki automatën, që kuj ki bumë, që këtë, unë e kam me qitë në tonë. Po për hatë që ke nejnë familjet tonë, adin që nga bune i përitjet si burat, o dëftë me shku e hatëri tina në Teran. Kur shku, ata një rosh në lidhe atje, edhe kuj nga shku, bile Kadri Kastrati, u taku më atë, me Bekim Shytin, me Nasser Hutin, me Mehmet Molin, edhe dhe shuk tja që së kujtëhet. E kena bo ushtrime stërvitjet, e kena bo në dërës, kujtojnë një dhe 2 javë dhe, dhe më thonë, nga i shumë s'ta mdullë që të ushtrej shumë, e nga konë njësia speciale, bile Bekim Shyti, komandant i pari, njësi speciale një dyti, mas ti jam kollë. Edhe kërësare ka nga i ke bile Bekim Shyti i pari, se gjalli zhvillun, e madhë, unë e i dyti jam konë që e kom nëzohë Bekimin, bile thash një shokë, thash me ngofë edhe një javë det, ja kam e nëzohë boras, ja me i ka përcyja, din se që ashtë më nejshë më pregadita, din sa ma furt për me orko. Gjithmonë manike që është gjallë, gjithmonë manike edhe a diqysh më dëksi, kur më thash të abese që si kur merë një dridhja, ke po si kur solën ku merë në dridhin trëp, zahër qaq njeri i drejt, qaq njeri do me thonë që u bo sebe për liria, besë e mërën e të rënditi kështu. Sikur, a besë më dhem, si me pos familjes. Po, ademen për të kalëzej nuk kom lejt, as me Hamzën, as me familje tyne me kërkanë, se do të me full drejt. Po që si i ri jam konë në bish asfaltën në mjetë e kena pos, se e di që dikane ka pi diçka, edhe ke po në si i ri më shku në sytë, peshë, djallë që më jetë në sytë në ta. Djallë, zotni, pedant, ato mëstejqe që i kesh pas, ma shkurt të ngullit Antonja 5 minuta për këqyri që shtë belli kur se reja nisi me kesh, adin se në keshën se e po qipi e adhërëj, ose aja kanë gjë fejtë, kushor, po në ty e këqyri që shtë e ditip, do ma për çka dhaj për këqyri, e që atë e di që e kom po mas pare herë. Jam krenar, si kur e shë njëri s'ka dërbejmë, që ashtu që ma ka pru zvëti me po adhe mjeshari. Se unë di vlerën e ka rëndësi shumë të modhe. Edhe në demonstrata kujna konë, një herë kujtojnë demonstrata rrësh për 2 krejtë Skenderojnë atë ku, rrësh për 2 janë konë shkije Serbe, komandanti policisë u konë Skenderaj u konë Serb, me shku rrësh për 2 në qatë rrështë janë konë, po më kalë tani një sheshë ma nej, tha, adhe mjeshore, tha, nga ka prime ma tërti se ke ditë hesh, tha, a i tha, nën stëp e ka për cilë gjendje në rrëthëre. Po për ademin kim që ka me full, mu më ka kalë zhë dhe njështë Skenderaj që banë e sopë, me autoblinda që ka esh, a i me ma tërë, tha, që shtu ju flëke për mas me mjekër, që ashtu sikur edhe se ka një heq. Ma ona i ka, e zote e ka folë ato në direkt dhe me thonë për që të ditë sotë për me na orë në eveliria. Atje me thonë 2 javë dhe të di që kena ushtruhe, kena bo ushtrimet furta, edhe ato jena mësu dhe me thonë në për malë të arma tëste, e kena pas një ven kosi malë skajt durësit atje. Ato jena përgadit krejt, njësia jena konë, dhe me thonë diverzante, jena konë specialen, me Bekim Shytin jena konë. E tani pe atuit meren, larë punë më orë dëman kufi me Shqiprinë. Kënejna e marë matës, më përgadit edhe me ra kufinit. Ku i kena ra kufinit, jena përgadit njerë atje në Frepuj. Bili kërë jena dorë të armatës të gejtë ma se u përgadit në pe atuit, o ko vodë këti ka në 8-9 kujtej që është. Masi që u të rruë, u nesëm me kuale, me krejtë që u nesëm. Bili dhe këtë rast, ja u me kalëzua, so me kalëzuvish, janë nërë një 2 këmba Shqipnis, atin, me mos ka 2 këmba, në shpejtë si të molla. Na henen tuk të ushtarët, tja fëtën automat.
Lini ku shërip flok të aftonë, një farë Mamet Molin e kom gjëft atë, sa e shpasor për Gjermani, vë në për Sloveni, edhe Pol një komandant Dejma që o konë kurse haraj, e unë spejt në dëgët, kurse haraj mos gabani, tha me gjuh, tha se këta janë vlazni të unë, varësisht pse u sjellën kështu, edhe tha krejt orë me qako mi dërzu e mi, da preshin atë farë, më të vëllnetin që shkem të junis, edhe ma shkërshë që zëtë së vro mas na me ta, se s'na laja dhe për më vro, edhe na banë resht për të. Na banë resht për të, rejshti që shtu, krejt tha që keni sen, e tha krejt mi qitë. Krejt i kena qitë. Ili kushëri ku më posë për para, kur në ka rej, më shkoj menja, thash, zërë najtë farë të ratë jetë, dhe ka më posë si kur në të varë që shë bon, se ke po gjithë punë njëri si rile të zënë së mësën, edhe për marrë një dy bume që shtu si honë, është pishti një kështë. Thash, vallaj, thash që e kam në dësë me në vrabilisht të dy bume për e gjusër. Ili kur se rej, Muhammet Molla para me jenë resht, ku ja bajnë vesh ka dole, thash Muhammet, thash, a i ke dërzu krejt. Tha, po mre krejt as një, thash, as kërkush se ka as një bume as një. Thash, pasha Allahin, thash një dy bume, thash që të i kam. Nuk e kam njetë me dërzu, alo pa na kontrolu. Qysh, thash, si nëzojnë kanë me të vrok, se kanë me të bo betar. Wallah, thash, dash le të mbrojnë, dash ja, thash, që na e kërsosin, për pët javë gjuhë, nuk e kësha lo atë, se me nëva zëtë në i tratje diçka, erdhen na kontrolu në ranë, erdhen ranë edhe tonë, po që fatis zëtës, javë që atin të bumet, maknej unë kontrolu në edhe ka përcyn. Po tani nuk e morëm krejt armatimin që se në ndalun dhe armatime, dhe tani ma shkurto nesëme, ku janë arë beja tjetë në përshije, në për 150 ushtarin në konë, kur sa rejnë Smolic atje, të rejka keqë, ku këna më rejë, që këna hjek në përshije, në për natën të thu, bilet e rejka, ku nalëm ishë me qëtu e pa uj, e petë mujë që ashtu që shë rejka, e dollin me kualë, tani ato në mërë në ta njështë dhe qanë, të gjakuvë që në të Smolic atje. E kur të rejë, këna pas taku dhe kanunin ato, në pritën mirë ato në periode, në për qëfar pritje, qëfar organizimi në kanë vonë. E pe atu i tani në qënë të familja Ramushit. Bile, në të konë, kur se haraj. Kur shkum të familja Ramushit, kur nuk e haraj, të la Ibrahimin e se pu. Të la Ibrahimin e herë, tani mas të Ibrahimit, edhe atu nejtëm ja, me thonë 10 deta 2 javë, nuk e di so këna nejtë, pe atu i të tani në bike ranë, që është të mbëshkuat të familja Ramushit. Bile kur shkum të familja Ramushit, kur nuk e haraj, u mëro mu unë që të nëtë, që të Ilmia Radine, unë gjë nga tina. Edhe Ramushim duket për shumë, në periudhë të anke, djali rrep, djali veç gjithë adin agresiv, gjithë adin e porë që me zemre kish morë, po ma bojnë do që aje vështë Ramush, adin se në arone jo me full me përshëndit, po me gata, adin jo me najtë, a i veç u anke levizë Ramushi, e të i bollah me boptina, kur nuk ka arrej, tha pisheni djali ri, që i më ka një mu, tha, ma bu një mu, tha, se më ka lëzunë dhe ata, tha një kompaniolla diçka Ilmia, bash baba i Ramushit. Qatë ditë i kishën pas luftu 4-5 orë, e kish pas kallë kjo, e tha një djali i ri më bojke, adin fisheke, që kish nevuje, tha mu ka gjinë, tha, i di piti e kum lije. Do më thonë, le që ka luftu, do më thonë, familja, do më thonë, vlezrit Haradina i krej që kanë luftu me Ramoshe, me Daute, Shkelzene, Luane, krejt ata, me një për me krejt, po, edhe baba i tyne, dhe më thonë, kësh luftuë, e kësh kallë një kompanjot, dhe më thonë, zëti i ka kriju mas familjes të ademit, këta komplet, dhe më thonë, që e kanë vazhdu rrugën e Adem Jasharit. E di që nga ka full dërë për dërë tonë, nga kanë leru, nga ka respektu, nga ka prit mira, e në për buk, për kofe, për tanat mirat, po në në stop i angazhun, se këshim pas luftime, u anke në periud, u anke në stop adem, për gjithka me koj gachëm, dhe më thonë, kun rej serbe. Ka pas disciplinë për Ramushi interesant, se ka po që janë njerëz drenice dyqysh, i ka pritë herë më mirë, i ka desht. Edhe u bëndë sa ka desht drenicën, se ja vazhdoj rrugën e Adem Jasharit. Ja vazhdoj si burat, edhe unë e thamë shpesh, rosti Daut Haradine, kër unë dalu që vetë kaldzejke qysh rosti. Ta është të mërmenje nëse Dauti që ato për që ato ishtë dërzu, për djoli furës që ka dërzu, në është ta meni alti edhe, në është ta nuk kesh vazhdu edhe Adem Jasharit dhe luftau që kësë, u pas dërzu Dauti qatë ditë, ku qatë ditë su dërzu, tani tjertë me Ramoshe me krejt kanë rezistu, dhe më thonë bos e be, për që ta për Dauti nga më respekt shumë të ma. Se djali dhe më thonë qatës ju ka dërzu serbe, qatu nga ka njësë mu më rëjtë edhe liria, lufta me në orë, deri të pavarësia ku. Me mujtë kuj njëtë, hak nuk i një. Se është gjëna, edhe si të dini njëri, veç një tru, merita që i ka ma shumë sënë, këpuc kam jadush. Se është vlau i jami, bre, është gjaki jami shqiptar. Sen ma mirë se me edhe hakun trimin s'ka. Ka lëzën në rezoltë për luftën e
Shabapollushës në atë kësa, Shabapollusha kishë pas shumë ushtarë, dhe i shkon njeri luftarak, bile me gjallë vetën e ka dhonë luft, jetën Shabapollusha. Djalli Shabanit e kishë pas emrin Mustafa. E na familjen e Shabapollushit i kemi meq. Ja kanë për të janë Mustafa këti dhonërin tash që i kemi në këtë luftë dëshmur, e mbonë emrin e djallit Shabapollushit Mustafa, 3 gjeneratat vronë për serbë. Kurse arrujnë, ku e ka pasë në Rezall, kalëzyn, se me pleshtë të më karonë me najtë në Peru, e kalëzeshin, tha, i kishë pas vetë njën e Shabapollushit, thëtë, apo më kalëzë diçka ku shumë atrim se ti, atë në kushta qëtë pushkën për pora. Edhe Shabani kishë pas fullë. Thëtë, pasha hakun, thëtë, më atrim se unë sështë kërkush, për thëtë, mos i hifsha në hak, ali fazlisë, për kazet. A i me një aspekt vja ka pranu, që dhe më thonë, ma i furët se unë kërkush, po mos i hifsha në hak. E dhe më ollë trimat e furët, e i furët të jep hakun. Kur i ligës të jep hakun. Vesh moshlit zëtë i furët, a i të jep hakun, ato që e ki. E lazën vejta që nuk ka në sen maran me hangër hakun trimit nuk banë. është argatin e punës, e ke po të gjithë mërzime të hangër se luftës. Po tani pek lëgjanit aty, ka lumë pe atu, i tani të shkum të familja e Abdul Krasniqit, të këti generalit Selim Krasniqit, e familjes Gjevla Drëvcit, e Atëmit, dhe më shkum, së dojshë më shtarët në grupe, po dhe në Asmaleshejves, tani pe aty në dikush unë Alkin Gjakub, edhe shkum atë, kur shkum, bili mas poli, ushtarët e porë, se këmë tonë televizion e tjera, ushtarët e porë jem ku i nga shkue të familja e Abdul Krasniqit, të më të familja Gjeves. Kur nuk ka raja të mi mrena në të ko, unë e Selimi, Murizi edhe Bekim Shyti, i nga shku mas poli. Na i lam një të thejrë, të që ishin kom sheftat të Murizi, që ishin ko i lam një 5 ushtarët atë që mësë me shku mazë, atë në nëtë, atë më për i hera dhe në që me i ronë dhe fasi, edhe ca kotin dherë generali Selim Krasniqi, kur që arrej. Kur dëllë atëmi mrena, i shkon lëtë, ke po në vesha, që kuron që jam sënë, Selimi i veshën. Kur dëllë, u befasu ku e po të armates dhe. Dho, tha, mirë se ka orda ke mujtë, u kapën për qapën e se fesë, dho, tha, shishën po ja, adin mëti, edhe i pisi orti. Tani na kopi atëmi thonë për qapën. Tha, hajtë një mrena. Tani e buni Selimi, tha, vëllot, nuk jam vetëm, i keme edhe një 50 ushtarë që që pusht, se do shtë mi pru për herë bere, mërë, tha, misë se t'ka pru zëtë me ta. Qëfar priti nga kam vëtë mirë, dhe të se është gjëna mi jahup, me buk, me të në të mirat, bre, në dhezën kaftërin. Po që na e ishëm të vjatë, shumë, teshëm, besë që s'kena mujtë me hungër bëka. Kaftëri dhezë, jena rake në aflej, deri me në gjestë nga ka do gjumi. Thani peja të ujë, thani, kur në ka rëja të me ata, sa më ishin të bojtë ushtarë me Rakovicave që të ke flokë, u spu e peja të ujë të më qëjtë Femilla Drëusi në bëri, thani shkum atje në bërije të Femilla Drëusi tani. Po Femillën mas pare herën në bërije këmë të hupë. Në kullën e Jahir Demonko, se Fadil Demonko, se dëshmurit Gjevat Demonko, se Zeqir Demonko, dhe më thonë edhe aja familje Demakve, i ka mericat, i ka vlerat, veç bleshin ushtria, sa bukën në kanë dhonë, vëllaj dhe i ujtë në vëkshin më pastru ushtarë, dhe atë që rrush. Shumë në kanë imu, ata në kanë përkrov, veç vleshin ushtria, edhe ata djemë kajtë veshën, dhe më thonë plus dëshmura pishe, dhe më thonë vej familjes tyne, edhe ata familje shenjën, për mu familja e Jahir Demonkut, e Fadilit, e aty në djemë e tjerë. Mu më karo me Fehmija atë një 3 javëtet. Fehmija, edhe a i shkon dyqyrë si veçantë. Ka gjatë dhe në kështë, që me thomi për në gjohë, Adem Jasharit Fehmija i shkon se ka folke, ka bajke laf, o dëke njëri natural, njëri i vujtën, njëri shumë i, dhe me thonë, ndaj sërme, dhe me thonë i pojmë dhe fusën, ka folke veni hi i keshë. Vili nuk ka araj kur, unë isha e djali i rija, isha, e më bajke bace fejë, se ke rëzoll, hajde uli që të ngatën. Po vike i kesh, po të kalë dhe ndrejt, se kesh njerës nësa martë më shumë se anë. Të isha, po më vje kesh me bace fejë, se isha, dhe në përdalë që t'jema përsht. Unë gjithet po të thamë se në basë fshatit po të respektaj, po edhe ka herë dhe a i përguja në këtësi, dhe më thonë, e ka njoft njerëzit edhe sti, sikur i shkonë, sikur me konë njëri gjeni, legjend, i njoft ke njerëzit kresë,
me se cilën, vëllaj sytë t'jallë sheke dike se për e kish pas edhe në tjera lufta sene, po djallë hakikat kish pas me zemë. Edhe që ashtu qyre ka pas me zemë, që ashtu edhe ro dëshmur. Ne na konë tërdef në rëjmë me femin, kur se arrejmë bekimin e me këta edhe me Morizin, bile edhe babaj Morizit, kur orda të me krit me këta na ka ro atë. E ka baj shumë lafe, bile kur njerë ke Pacifik pak flajt kur se arrej, se u lashëm burë, ka 2-3 ditë të najtë në përujnë në persane, orë një jo brisë kur nuk ka arrej, e thirë, tha Pacifik, mëllë se jenë në shkjet nga rapulle. Do këtë përshave që fshit të sytë. Tha, ku a më ishë me bre shkavi me tharë këtë nga rapulle? Deli, dë që atje, po ku go të zënë, thët me orë shkavi këtë e poshë që mera, adhen, u vërsëll, adhen kështë. A i ka qenë njeri lindun, si kur Adem Jashore, si kur Luana Aradinje, si Zahir Pajazitje, Shkelzejnje, dhe ma njerës të kumbit, thrasimi e këta. Ramjel e Femela Druvqet, lajme kur e ku morë, abesë dhimtën e kum pasë, vëllaj, si kur me kon jo i familjes. Na kaj qena kon njerës të luftës, abesë është dë vrasi që ndëke, e ose që bike dëshmurën e shakil, na gjithmune për e tëshëm, si kur me kon familjes. Se ja di shumë kontributin, ja di shumë qëllimin, ja di shumë për shka e ka do jetën dhe me për liri, me në orë liria. Normal që ato e ki, thash qëra e shuk i luftës është si kur vlonë që të ka ponona. Besa, mund më ro me shok luftës dëshmur, ka për nështë është më ma jofër se vlonë. Këtë dhëtë mi ditë se fjalla dëshmur është shumë e mëllë. Gjithë kush nuk e ka fatin me ro dëshmur. Veç zëti që ka shkru dhe më thonë për me vdekë për këtë venë. Po dhe ata që janë gjallë, që për shambullën e njështë në pejparimit të mija, nështë unë e gjallë jam, po ko gjithë dhe sërbë gjallë si kina lo. E ta është jam pajturë nëpse nështë sërbë si kum lo gjallë dhe vetë jam gjallë. Dhe me thonë, qëllimi është me kontribu. Po të rimat i nëzanë edhe me vdekë, se dhe me thonë, vjenë momenti që ashtu që dhe të me dojë jetën e mëzme shupe. Tani për jo brisë, erdhë vllaznia me morë, nuk më qaj Batefi, erdhë generali Las Dërguti me Ahmet Zabelin, apet nuk më qaj. Tretën herë, ku e janë orë vllaznia që atër me menzi, më qaj më tejke dyqyr veç ashtu. Edhe bile ku përshëndetëm nëd, më kope për qopë më shtrengaj, tharam, bë thanë, 25 metra, 30 metra, mësë mirë shetha shkijet. Më shtrengaj fort. Edhe pashat lëmë në Allah që shumë ka thonë që ashtë në erë puna në vimet të rezolës, 25 metra, 30 metra. Ja ku më fut, tejnë kësë kur se arrejnë kupud, ja ku më fut, që shumë tha Pacifik ashtë. Si kur me konë, që shme thonë njëri më rinë, që shumë tha Rambë, po përshëndetëm për luft me shkije, tha mësë mirë shetë 30 metra, 25 metra mësë mirë shetë. Sa i do më thonë, apishet do më thonë, a e ka pas qëllimin që me luftue, me përballue, me konevuja me dhodhe jetën edhe tërpis mësë mirë dërzu për, me rezistu. Po, tani në Rezolla të kena orë në Rezolla të ku kena orë, normal tani atë orët numri pak me madhë, atë komandant kryesore kena pas Ilas Dërgutin, sa vend që ti ka qenë Ahmet Zabeli. Për generalin Ilas Dërguti, për mi full dhe fjallë që ka qenë një general që kom dëgjue, ma i riu ka qenë dhe më thonë për i shokëve të Adem Jasharit. Adem Jashari mas shumë të kështë pas deshtë generalin Ilas Dërguti, që shkom dëgju. Pili natën e mram, pe udës general Ilas Dërgutit, Ademi ka dalë, u kom në Redin Lështakën edhe me Osman Gjitën me kam në kom, pe atujt u dalë, ka nejtë aty në tina, edhe ka orë dhe nejnaj, orë se na i kemë shpia ndalë të Rezallës. Tani, merën për mas shpia tu, ku e kemë mollë në rrugë qaj që thirët, e kena pas një, dhe më thonë aty që i nalë që në shtarë të sen, e ka nalë Ademit, bile ku e ka nalë, dalë tha pe i kjerë, diku ja ka thonë një mëllë, një diçka ka zënë atë, tha ja kanë bo, Ademit i ka thonë, ki kujdes, se të t'janë orë shumë furë, tha na onë, tha qështu, Adem, në kërë kërë dalë pe i kjerë, tha veç ja ka bu më stejtë që në herë qështu përpjet, hajli këf, qa këf, tha, ju lumë pushka, edhe pramë ta kam shelë derën e kjerët, edhe u njësë për prekazë. Kur është ku prekazë në esrit, ka qenë i rëdhekun, dhe me thonë që u bo legjendën. Veç pe fshatit Rezallë, më thonë ka dalë. Për por, u kom tica, atje në qareve në tica, po mas më romi për Rezallën atë. Ilazin e ka derë, se Ilazi ka qenë i rep në aksioni, ka qenë djallë besnik, ka qenë edhe është një familje më harën dërgutit, dhe më thonë si gjithmurën kanë kontribu Brez Brezi, edhe në gjenerat mas gjenerat dhe për qështet kumbit. Edhe unë gjithë kam thonë, këf për mja që amanetin ven, dhe më thonë familjes Adem Jasharit dhe Jasharve, është Ilas Dërguti, me Ahmet Zabelin, dhe më thonë edhe me ushtarë të Rezallës.
Për meja kanë mojt amanetin Adem Jasharit. Qa që të ishin sërbë që përdolin për i tuke, e nuk i këna lëshu kërë. Ka pas plagisa, kanë rodhë dëshmurët, Mallosh Ahmeti, po mu ju dërzu kur që këna dërzu. Lufta që u bon rëzoll, 4 ronë të rrëth e kuna, edhe vllaznia janë prezent, veç dhame me shkije kanë lufta. Heq, kur për me lëshu, heq. Kur se arreni lipe patazatet u koni tërdevcit, lipi tërdevcit, e i kështë pas 15 vjetë. E takuar rasisht, po më banë ramë, për tha, je fshatë të rëzoll, kam respekt shumë. Tha, unë jam ku i ri 15 vjetë e këmë pos, dhe në konë të në konë bajtë, ku dhe më ka të në trasim këshin. Elshej, si me thonë, filan fshatit, për përmeni me emna, s'po kam qep, tha veç rëzolla halati e mojtë. Tha veti kum li, tha me radili dhe tha, ka fëlke dikush një komandant, tha edhe rëzolla halati, tha për ma nuk bilshe. E shkruan historia, se në me njëri me full për vetën nuk e vlenë, po historia shkruan. Edhe sërbët kanë me shkruan një ditë, kanë me ditë, ata ka kanë posë umbje më shumë. Tani për atujt beteja, por ka qenë, mas për ka njësë sërbë me orë për Skënderajt, ka Polacim, Polacim kanë orë një 2-3 uri, kanë orë gjemë të Polacit, kanë luftu sa kanë mujtë, kanë rezistu edhe ata. E tani për atujt nalë shumë për Morinjes, tani atu me Mallosh Ahmetin, me Musa Dërgutin, Rifat Mzivne, qaj vlau Samia, ka qenë Ahmet Zabeli, Ilas Dërgute, të më thoni, jena konë një 7-8 ushtarë, kështu perim me. Edhe në tjetë, edhe Arif Deliu, dhe më thonë, i rëzollës. Edhe ato i kena mojt, rash 2 ditë nuk i kena lonë sërë për me hinë Morin, mas pari herë. A besë dhejmë në gjyke, këna në thotë si me në ro që të ftyres, për dhejmë në gjyke, edhe nuk e lësheshe. Se kena lëshu 2 ditë që kena mojt për. Ka pas furca për ty, në bile kur se arrej, a besë molin në kalqen, e me plungë më vhishëm, bile kur se arrej e qela në zullë, kënej Polacit, ata dylën tenka, të kisha vjerë, me thomë, pas gjarat mejta që ashtu, e morën thëma, dhe me kallë tenken, ku një djali rëzollë, se do gjallë me vetë, Fadil Deliu, ma në gjitë për zullën, më se kallë dharam, për tharë pse, tha te kallë që tenk, pa për shesa furcët, asë një gjallë, thash përshtyn. Tane më shkoj menja, thash, unë muj me kallë që tenk, për zëtë në rujt 5 shuk, jo i pajtimit e tyne, thash shadin, mu vëra këta, tani puna që ata, po apet ma prunë zëtë, tani në hymet rëzollë, tani apet, dhe me thonë të njëtën punë, apet me jau kallë atyne. Ku ka hinë për Morin, adet, edhe me na hinë hymet rëzollës, vëra dëshmëri, por që vëra Zenel Mziu, Zenel Mziu vëra adet, kur nuk e harrej, se ka qenë luft adet shumë e madhe, shumë dhe madhe, se e para i front drenis do më vi frontale për më ordë, a dhe me nga preu që ka po pojmë la. Edhe atë do shtorë që e nga konë vendas që nga zollë, Zeneli ka ro dëshmur, adet, të i luftu edhe aj, bile tani mas i ka ro Zeneli dëshmur, kështë është në këfu me leti me morë, edhe nuk i lashëm në atë pjesë ka në Zeneli, për tani nga drejnë pak makneni në hymet rezoltë, nga erdhen tani e furët atë, edhe atë e kena bojë rezistejnë që po të kalëzajnë drejtë. E ri jam konë, bile me i shkupi ma dha, me vejtë se shkupi o gjallë që të, ma dha zëllë, në më ka po me sy shkupi ku ja ku pu tenkës, e tani masi që u kalë tenka, rrash 3-4 shki, ma dhim për para tenke, kënej shumë, sa, beqështu, sjetën, si kur dhatë, ato kena vro sa kena mujtë, ato kena gju sa kena mujtë, i piskat ke komandanti, i Sarbejtyni ke piskat, i jabaj ke ajde mo, na prej, Sarbisht i piskatë, pa ata nuk u dzeshe më orë, se e hangren, tenken e kalë, plus qa gjyshëm kështu, edhe i hupi më rojle, edhe më rizim, edhe se kollë, edhe një tek, ato kanë qenë gjemë furt, ka qenë Ahmet Zabeli furt, Jahir Demonku, që ashtu a i gjoli furt, Fadili, përsa, kur nuk e arrej, më këtë qetë automatit në franë që që në konë, a besë ko së më ka kupë zemra det, kur njësë ku më më kupë, se që që një vejtë kur më këtë qetë, po, e kom marrë automatin, e kom qelë për nervozi, jo me i këmë më tërhek. E kom qelë, e kom fshi, e kom pastru, ty montu atë të automatin, shtë ardhë urnë e den, për më tërhek, atë në për atu i sa ta veç u këthynë, se ta nejle, dhe haletet automatin që gjepë, dhe që gjepë, unë kam po lave ata, a besë unë e ku jam tërhek veç me haletet automatin, se jam me thonë tash më ka qetë automatin, tash me i ka diçka. Po, e që të ka herë thamë me posë armatim bëlla për den,
me pasu la mërtoja, usa, kësesh në edhe herë ma shumë i këshëm po damë Serbis. Zërë se këshëm po të vejkën të Serbë, për që ato, tani e ke po njëri, po në zejke njëri, mo. Ta është në 3-4 metra, drejt në ta, ato ka të zënë, i kemë do të mërinë që ato që kanë orë, i kanë po krejtë përshkirat me gjak, krejtë gjak ato, tani kanë jetë aromatimi, që kanë morë dhe njëzë masanejlaj, atyne dhe u thy fronti, mo, në 6 mujtë ditë nuk u të tëftë në morë, bon që sajde. U thy fronti, pa. Masi që do me thonë edhe na që thym frontin, kur nuk e harrej, tani në bromi kanë në urat 9 ashtu, u pregatita me shleme, me krejtë, me aromatest, po ja bajt dëshukve aty, pe i shpista sa thash, ka me shku thash me marrë kufumën e zënën mëzijut. Dhe ma voni dikush, thash si qkesh, thash se ata e rujnë kufumën, thash si qkesh kanë me të vrate. Vallaj, thash i gjollaj dhe këpa shku, thash me marrë, sa Europër që të vend e shmurë. E jam nisë, kalëzën drejt, armatusa, drejt, po vetë. Ty shku rrugës, hisni ngu coti, ja hupi kur u ko me lejve. Qa u ko hisni jam me lejve, edhe u ko një pare Frasher Aruqe, një farë Hasan Aruqe, edhe një tjetër nuk punë kujtuet, se jenë hak njëre, se kam qëmë ja, për me nëmë ato, kërë na te për tyve vodina me full që a këna përri tu. Dhe jena shku, kër jena shku, a besë që kënej i shkon gorë dhe i kalët, edhe kënejlaj, ku i shkon Rahmetlija që shymë, si kur zëvët e kur e shymë. Këra që shtu i shkon, a besë nuri shkëllëzaj kja. E morë me që të mqebe, e këthim, kur se harrej, edhe peja tjetë tani e prënëm, pak e nalëm që të në mërinë, tani pej mërinë e të shpijat e tona, pej atu i të do këmi që tani në Rëzolla tjesë, asë shpijat tona në Rëzolla, kemi hymje, pa tani do këmi që të dërgo të familje generalit atje, edhe tani mi varus, me 3-4 ushtore këna varus, se thejshëm ajo Evropër që të vene, tash na më shku, ty e varus e nejle në milshu frëndin kënej, se u prishin që do minut që vina pet me hi, kur nuk e harrej dhe më thonë. Vili ka e kena quë, kone i malë që është aru që ajo të ka e kena qua, në të e bojë që të në lese, edhe Rifat Mziu të asha, edhe i dëshmurë orë më prit me mujë. Edhe i shko me 5 ushtari fatit i ardhë. Edhe i nuk i kish pas më përvesh që u vra kushërinit ti Zënë Mziu që ra dëshmurë. Që tash 2 dëshmurë janë atje. Unë nalë, Rahme shpiti pas Rifat. Ka të dikush për para, që u vra Zënë Mziu, shpas mërzit shumë, e nalëm atë, e ju gjuku fumës për mi, e anisi me kojtë, u mërzet, i vlau jam, tha, duket, adin, duket se jam konë prezent atë, me mendë që kena tërhjekër i fatin dhe më pe i Zenejlit, me thonë ti që mas një ku e keme ranë mes Shqipnije e Kosovës, ati dëshmurë, këtë dhe më thonë veç Allahu që ka shkru për këtë vend. Kështë pas më krahe, edhe pe i granontave, shumë plak është pas Zenejlit, kështë pas, e ko student, e ko djali aftë, po, që ta djemë general në kanë për lirini, e na i sholla i respektojmë, ka cilëm. Po e tash gjithat betej, që atë natë që u bon, ajo ro dëshmur, e kena këthy frontin e Serbis, edhe mësë me alo kufumën e Zënë Mziut, aja ka qenë fitore mashëm. Dhe më thonë, edhe mësë me alo kufumën, edhe mi damtu Serbin, edhe apet në prak të gashëm jena konë, dhe më thonë, në pranë 2 lufte. Po ato, na jena konë një pikë, dhe më thonë, Rëzollë e Mërinë, jena konë besat gjendave të këgjasit përbasht jena konë adhe, më qatë pjesë e kryshet, edhe pe ngucatve, dhe me thonë kanë qenë, do kushërit e Hisnis ka qenë Nazif Ngucati, një farë Sami Ngucati, Ahmet Ngucati, ata ishin këtë hershëm adhen, edhe djemë që i kanë kontribua, ata e kanë luftu e pëse e ka ro pjesë ati Hamitit me morë pjesë edhe Likoshan, adhen që ishë bashku me Rifat Mziu. Edhe ata e kanë meritën e vetë, e kanë vlerën e vetë, se nështë na nuk po mujna me përmenë krejt, tani në Rëzolla tje Ahmeta, Lexmet Ahmeta, Ilmia, Hamdia, shumë adin djemë, dhe më thonë që vallaj nuk nga kujtuen shumë emrat, veç unë për vete i thamë, gjdo shtar i Rëzollës për mu është general. Se gjithaj luft që u bon, kur më smilshue, për mu gjdo shtari rezultat për mua besë është general. Se në me thonë me ja qua manetin adhe me ja sharit në vend që është dëhet, sikur amushi që ja ka qua atje në Glëgjan, që ashtë Rëzolla ka qenë dhe më pikë qëndrejse ka qenë dhe më thonë për me mbrojt vendin edhe me damtu serbet. Tani edhe për jatuit neve, na bike edhe rastin, na theshin edhe në përforcime shpesh, që na e kemi rast Malisheva tjetër Aveci, o lap kushin e për vëllëtar, me zës kena prit me Rifat Mziu, njena shku,
atje me një farë Hamdia, ishte rezoltës të re, Goshi, edhe ai ka qenë me neve. Kena shku bila tu kur na shku e kurse haroj Hashim thotë që Recep Selimin këtë terrenin e kanë pastru. Mas pori këta janë hije tani na me hi ushtria. Kam po dëth. Sot me vetë Recep me vetë Hashimin ata dy sot dojshin dhe më dët bashk. Adën për me shti ushtarët me anë sigurët, me ditë ku me hije, ku me dalë. Kam ishin gati jetë armatës me automatë. E në mali shif gjithë notën kena bujt netën në avec ku e na hija tjera, tjena ka pas plagus një shak, një farë mila imi u koj likovcet, me pej dhe më thonë zëllës e granatës, kurse harrej, bile me morizën i kërë i rasit kush ke veç, e nalëm, adhe mi shtia djallën sa ma shpet, mi që u likas plagat, edhe ati kum po në ravet njështë të letë për banderave kum po, a beset letë, krej qështu, kurse harrej bile, grohe, qika, vishin për pjetë, ashtë logarete dë gjenë atje pu është njëtë për bandera sanë. Na me morizën, me shkupin, me në farë Zenelin, e Likufcit, Avni Zabelin, edhe Avni Zabeli ka qenë djoli mirë, djoli furt, edhe ai ka qenë me neve. Edhe shkojshëm, ai Fatmiri, miku i atina Recep Selimi, që është i Gilanit, edhe ai ka qenë me neve. Tash logarete në notën, të armatës të me kumba, me krejt ju shkua të pe Malishevës të pusht, ata me refugjat të krejt vishin për pjetë. Shumë shtirë ka i po shumë të kojtë ty, e na shkoj shumë drejt që ashtë në zjem të shku atje për minimum në rabet. Ashtë kanë qenë momentet rona, ka qenë që i kena përjetu. Për banderave këshin lidhë, shqiptarët, serbë këshin lidhë, dhe krejt shpijat, kalta, gjithë shka, këshin pas bon masakrat në mojat, këshin pas bon civile sanë. E që ta Serbia, thamë që Serbinë të të me qitë në bongën e zezë, jo Serbia me hinë me hinë Evropë, që farë Evropë mërë sakrimet i ka bonë Bosnë, Gracia, sakrimet i ka bonë Kosovë. Ta nëse dënë bota me kohë drejtë, ti në lëkëshëria biografinë. Ta është vend që me lypë Serbinë atje, shkon vjen për shembull e lyp çiftin Hashimit, Recepit, të Jakubit dhe Kadris, që ka mbrojt vendin e vet, ka çliru vendin e vet. Këta s'dia, a kanë pak trup vëlla. Sa krimet i kanë bën këta në Kroacie, 8.000 vetë në Bosnë, për i det i kanë vëra. Këta në bongën e zezë ka shti, ku mi shti këta sëllë në Evropë? Ta i këshallo jashtë Evropë vëlla. Jashtë dhe sistemi këshallo. Ta kretat vend që ka zhvillu me vend krimeve kanë zhvillu. Kanë morë shqiptarë, pere zolli, kanë që bagin Beograd, i ka shtin beton, i kanë varrës, edhe ta shtojnë, na jena barabartë, ne du të delë në bongën atje evropiane, më nëhet më barazu me shqiptarë. Po, e dinë mërë edhe Evropa krejtë, e dinë edhe bota qëfar popull gjenocid, që këtë kalëzën drejt, jesë matë përreshta, dhe sot civilët i kanë vra, se kështu për luftarë, urë me burë, ta nuk e kanë atrimnin, ta ma shumë janë shku me vra, thmi, shkrejtë, thmi, këra, jesë pa mërujtën, se kësë ja ka qitë, më të kalëzëja, ju këna ka qitë mirë, pëse s'ka nërë, me të inga, me sërë nama automata i këna ndalu, e ku kanë zohë gra e thmije, që shtu, se shqiptare ka tradit gra e thmi, kur mës me vra. Kur, brez mas bejze që shkom një, ne kemi luftën pasër, kur krime s'kena bo. Nas një popull, se na jem që është të lindur, popull shqiptar është popull ma i kulturun botë është. Po e tash sahër nishëm ku bëshin masakra, sahër nishëm që bëshin vrasën, na vesh shkëshëm ty forcu, vesh shkëshëm ty bo ma agresiv, vesh shkëshëm ty ju, dhe me thonë, se qërë ty ju qarë vla, dhe me thonë se ku e dishe që i kam mytë fëmin, pa fajshëm, më tani, veç ajse një ke vetën gjak shqiptari, s'ke mujtë më me najtë një vend, veç është me luftu o mak merë. Kje betejë a vete që thëjnë i komandanti tyne, që thëjnë i sukseshëm i komandanti serbe, nuk di kush janë hiqush, e kanë organizua ata, e që kja, në qëtë betejë, e di që jenë akona. Ma shumë kanë vra civil, kanë hakmerë në fëmin, granë, plesh kanë hakmerë, se ato kanë luftu o shtarë, pak adin dhe më thonë ma shumë kanë vra civil kanë vra, dhe më njësë pa mbrojtën. Ka pasë ato organizim, po i kanë vra në befasi, ku shë di qëfar mënyrë, dinon kë janë hi ata serba, ato e tani ja ke po t'i bo masakrën e për civilin, se që për shamë atë në rezolë janë një drejt për më orë, po folë jemë për dhe më të ushtërisë, që kena dalë mbrojtje edhe kreti kena pas familjet në për shpia, se kena pas me thovi a i rullet 3-4.000 metra familjet në për shpia, mos me pas rezistu, kreti këshin prej këshin gri. Me lagjen a ruqaj, delive, ranqështë. Kena qenrua të 2 ditë, dhe se do më qaj ofenzive, e tani normal apet jena orë në bike në tonë, po tani në bike me shku edhe ka në gryk Lapashnikut, kena pas morë pjesë, edhe të në gryka Lapashnikut që ka qenë gryk e furët, që dhe më thoni ka ndalë zëtat dhejvët atë, ku qëfar garantime është furëta, edhe ato kena morë pjesë, me Aslan Fazliv, në Rasim Keqinin, e Jahel dhe Monkun,
Që dhe që ta thamë këta familja Jaher Demoku, dhe më dhole që kanë luftu në Brija, edhe njësi speciale i ka po të tre vllaznia, edhe komandant njësis speciale dhe më thonë kryesor Jaher Demoku ka qenë. Edhe kur nuk ka arrej dhe më thonë, kur lëp këtë përforcime edhe Jaher Demoku vike. Po vike edhe Shkupi, edhe Morizi, dhe më thonë ta djemë nuk banë marru. Krejt dhe të mi përmenë që ata që janë. Veç me mujtë një që baba kia harrej se me mujtë ty bas njën atë kërkuj ja u. Për shambull, Jaher Demoku më që pej o brije me orë me nane mure zalë. Do për të trebni. Peja tjetë me orë, me vllazni, e me kushëre me orë me nane mu. Aja është, aja do të më shku me gërmatar ta histori, sa e ndë më thonë më patron vend të unë e ishë për neve, dhe më për lesa, edhe vend i tjela rëzollo, po e ka dyqyshe, e ke po si kur Osman Gece kur shkon të familje Jashori. Ka po do për të trebni, se e ka lon la ushen, edhe dhe më ka shkuar në Pekaz e ka lon, dhe me thonë ora dëshmërë, atë me nipat vetë, edhe aja ka të dherën e vetë. Mas la përshnikë të tanë, edhe njerë nga ka pasrohë më përpërcim konë Bella Qef të Biliqi, edhe atë një javë dhe tjena konë. Në bile kur nuk e arrej, me nga shku atë, pe mine Aslan Pazliune, kër i kena po, pe ja baj Refat, thash valla, Refat, thash, pas ka burra këtë, thash që nuk pëlqej kanë pe. E po është Aslan Pazliune, a besove që shteja bajke më stejqë, gjyksa që ka, as qinikja, pe me dhe drëvë, se shumë dje. Aslani ka qenë, si kur me thonë historinë veti ka qenë, djallë ma i dashtën, mu më bike shpesh edhe nda pashniku më mërshëm për përcime, në bike e bëllë shumë të shumë falë shumë nga njënë me tjetës edhe ko për mendurën të këtë mejtë. Shumë i thjesht bre, shumë i dashtën. Veç vizionin që shme luftu, që shme shliru venë. Dhe më veç e intereseke. Kjo shkënë si kur rojnë të gjakut e ke po. Tash e ke po e njëri komtar, kur zhvillohet një luft, e din që prej e thmija ose gjaku, ose do më thonë në i kush o gjak shqiptari, ai që është gjak i pastër i shqiptarit, që ka ndjenja ke po, ai e pa mëjshme unë për mësë me shku minimu. E këto e analizoj, ka rojt e gjakut, kështu lidhë me duka gjena nej, një pjesë knejpet lopit, po ka dhe familjet forta në Kosovë, si beshavu shqiptarë që ka qenë si burrat, edhe ati zba me i në hak, dhe me thaj edhe ai si kur me konë pej Prekaze, pej Drenice, pej Glagjane, edhe aty në familjet forta që i kanë kontribu, edhe ato do të me qunë qilë me javdit. Kur e thymë frundin, adhe në hymë e të rezollë që ato që kalëzëva qatë frundin që kena bo, edhe që e rodë shmërë të nejli, tani qatë natë të takuva me Recep Selimin, kur se harrej, erdë pejre atje të qarive ku erdë ku. Tha, qa po param, po qëshia e mje, kësh një që e kësha pas kollit tengë, ty be rejqa djoli mje, po është që më dhejke, më respektejke. Në le tha që atë, hajtë dhe tha në rezollë, në shpinë e Zek Zabelit, në kullën e Zek Zabelit, tha se Muja Beqa, Suleman Selimi, Saiti, tha një Recep, tha, sonë të një nej, tha, e kena me bon, tha se kena një që keni qilu si bura, tha, e dojme pak me ke po me të më të pak, me sharkia sen, ili muja i plagas në komë, kur se haraj edhe, tha kom një që ke kollë një të, tha shkëm një të, a disa kushtë një të, në 300.000 euro atë kohë, tha brava atë kohë, pas ke po damë sërbi, se shkum tani në kullët të ati Zek Zabelit, ku shkum, pa qëfar ne, qëfar pritet të rëkën qëftelijat, muja beqa, djemat dhe ta. Me thonë, muje se beqës që kena me konë bashkë qatë pritë, kush ka menu mas disove, me thonë që ti ke më rodë dëshmurë, edhe e qërgashë ke më rodë dëshmurë. Unë e ka me pështu, shukë jam këmë vëra, dhe më veç të zëti që shi ka përgadit të sen. E ka kënejshën me ndjenja me Recep Selimin, kur nuk e harëve të sen. Kur ato janë jetë një histori, ato janë, dhe më thonë, që jesën për të jetën, për breza që vinë tashëm. U Besedeke gjithmonë u Besedeke theshin me zgjaru luftën, me kodë bashkun shqiptar, me komuniku, me konë sama të fort, po unë e logaritin në kohën e luftës, qërën a shqiptarë në ditë shtira di mu bashku. Se me Drenice, me Dugagjene, me Lape, me krejtë Kosovën, tonë një u banëm, që kjo mu mas fort të pak njëri unë brejnë. Kur është qeshtja kumbit, e qeshtja adhevë, e qeshtja adhevë në të në rëzik, krejtë tonë një bashkë. Bezajrë pa e zete, me Luana tjerë, Shkelzene, Ademe, tonë i madhi vogël, krejtë një venjën ako. E tash kam qef edhe për ju dha mas lufte, a petë për vlo me konë të bashku? Pa ku mbrejnë që të partijë, se na luftarë që të partijë e të në me konë. Na veç partinë e sërvës bo me konë.
se cilën partina nuk banë me kohë legalista pëtën, ashtë anë mëj me, do më thonë dikan me përkra, po jo me kohë rejtë, se nga këna luftu për tonë më zhvillu. Tash dhëtë me që mire, dhëtë me kohë të bashkune, dhëtë me adho dërën njën e tjetër, për e notit sërë, bre, mos me kohë ekstremisa, bre, se sa ma shumë përqohëm na, ata veç mojën armisht, ata të me lëshu për lasni për në fund funit tim, ata ku njerëzit kanë folë gjaqe, që jo fjallët njën e tjetër, e mos më nëzit tej për ekstreme shkuat e partit, për me kohë të bashkune, me logarit qysh në bërën matë mollën, janë vrasë shokët e tënë, dhe janë orë këtu, e tash nuk u dzojmë e ti me kohë keqë, se nuk ja vazhdojmë rrugën që ati dëshmëri që ka lo jetën me disbëre, nëse unë e ti jem keqë. Për në dhëtë me kohë të bashkun, që mi ashtu amanetin e ty në vend. Muja dhe Rambë Sharadini, ta kanë qenë komandonta luftarak, që ashtu Ramushi ka qenë komandant luftarak ka qenë. Mjallë dërën, deshtet dhe të mjallë dërën. Që ashtu Muja ka qenë, që ashtu dhe i lasë dërguti, se rashtë se ka deshta demi, edhe i lazit, tash logarete është i fshatit të në Rezol, komandant pres kryesore, nashta kur i ka ronë men, i lasë dërguti me përnum për këmbë për leri, nashta unë jam konti kërhati, flajt, ku mos me lërua djallë, dhe me thonë. Këtë më është në Moceniki jam e miron men 5-6 vjetë para meje, dhe me kone ilegale e sene, i ka vlerat e veta, i ka meritat e veta, na lëmë na që i kemë Rezolla, Drenica, për i lasë dërgutin, njëna shumë krenarë, që i kemë atë moshkën, dhe me thonë, venin të unë general. Po, Muja ka qeni i plagës, po Muja su dërzu kur. Muja dhe në pranë kanë qeni i repte. Hatri shukve, besën në Shqipni, nuk e ka pas drejten për me orë kënejnë. Po veç më smilo shukte me pruar matime, dhe me thonë edhe Muja, për Muja në tonë folin mirë, edhe në legalitet e sene, ku hi Muja, aje e ka po drejten. Me Suleman Celimin të full, në aro, mu e sylës në aro që atë të full, se najtë me banëm lejk 4-5 ura të, e tane me syllën të full, po më bërë syllë, thara, më tha, po ki qef me shku njësi speciale në vri, ta shpumëre, pse ja, tha nesër, qështu, vi nesër, dilë që ka qura, vitë marrë me kërë, tha dhe qëtë njësi speciale. Kur se arrej bile, kur janë orë me marrë i shkonë, Suleman Celimi edhe Sandokoni, Abedin Rejqa, ku. Erdhe në morën dëtë, e shkum edhe një djalli mi syllës Elbasanit, që do gjallaj djalli me vetë, katët i në koni që. E na shku, kur shkum atë, na qunë, thanë që të tha ranë bërre, tha, pregaditë me ta, se njësia speciale, tha, është edhe herë ma shumë organizu për lutë të sene, tha, je djallë, tha, i shkat. E pa ta nejtë atë, një 2 avdit, njësi speciale, bile kur sa araj Morizi ka qenë i pare, shkupi, adin, ja hili ka qenë për mi krejtë, për në landë, adin Morizi ka qenë shkupi, tha, në masë shkupit kam qenë nëne, dhe më thonë si, adin si bëkëshër si tre që janë kështu, edhe atu moj men gjemë të furt, i keqenve Afrim Keqina, qëfar gjemë shka pas atë, familjes Keqina, gjemë të miftar Keqines, sa dëshmurjen, që logarit e për një familje ka dhe dëshmur me ra. Për që ta, dhe me thonë, po me pas këtë tonë, qështu si kur familja Keqina e, Haradina e, dhe me thonë një familje ka të dëshmur. Që ta ku të kërset lufta, dhe thonë me ko i madhe i vogël, si kur në Ukrajina përshek, edhe sportistat kyqen luft, i madhe i vogël, janë gjende me mbrojt atë dhe me mbrojt batonin, gjithmonë atë me konë bashkun e me konë sa ma shumë, dhe me thonë me konë të frymëzun për lirin, e për kumbin, e për venin, gjithmonë, se na i në të rëdhakun me armet, gjithmonë dhe me konë gjende nga dëshmeri. Si kur që shena konë vitë frondit, qashtu, po tash tjera forma, po dhe të me konë gachëm, gjithë sy qelë, se uj, flen, armikus flen. Ata sa planet e bëjnë këta, mrena nëntë e jashtë, ne, na do të me konë sy qelë, edhe rasti Mitrovica. Mitrovica është krytë të Kosovës. Mitrovica nuk banë me lëshu në asë një formë. E ke lëshu Mitrovicën, e ke lëshu krejtë Kosovën. E ke lëshu krejtë bashkimin e truje shqiptare. Ato është dokati, ato është trejpqa. Ato kufinin e ka qitë ati sari. I madhe i vogël dhe të me luftu e më vro, e atë ven nuk banë me lëshu. Krytë të Kosovës është Mitrovica. Nësë një formë nuk banë me lëshu, heq, unë e nesër me orë puna, me orë me luftu, jam nga që më qatë pjesë me shku me dho jetën. Se ja di rëndësin që është a i veni, atë. Ajo vend gjigantë. Kush e mbrën, dhe të mjella hokën. Dhe to kush dërën, aj që mbrën atë vend, dhe të mjella hokën. Ata sërbë të anena i shka janë, ata, që ke po, ato veç përfundimin e kanë ata, veç në bajtën janë, s'ki. Vetë ke shqiptarë, vetë tukë ja fështë frikën ata. Ata nuk kanë ven ata. Ata i kanë venë në Beograd, plus që kanë bo krimi, ata
Tha, vetë, dhe më thonë, krimet e tyre nuk i lanë bërë me menajt në Kosovë. Se e kanë vonë luftën e pa drejtë, sa njerëz i kanë morë në qafë, sa thmini i kanë prej, sa burra, sa gratë. Ata në tash menajt në të këtu në veç, ai që si ka duhet me gjak, që ka qenë i sjellë, shumë i kulturu, unë i ka këqyrë punë të vetë, ai normal Kosovë është e krejtë, se tash, na me thonë është veç e shqiptare, po, dhe më thonë, qëta që janë këtu, na nuk jem ekstremista bre vëlla, na nuk jem se Serbë, na apet e kemë rahmetin. Serbia menon që Kosova është e Serbisë, ata gjithmonë mundojnë me ngacmu me shtim bele. Po na do të më kod gatshëm, tash që Zoti Amerikën e kemë mas vete, kfuri, krejt botën e kemë mas vete, krejt bota biden që Serbia është e pa drejtë. Tash na veç njëri tjetrin do të me desht edhe nuk ka tjetër veç ku të dojmë na njëri tjetrin ata vetë ikën. Pa plum hiç. Na do të me konë bashkuar, do të me desht njëri tjetrin, nuk me le do të me konë bashkuar na mes veti. Pe lamë rrymat politike e sane që ka janë, po ku dje puna kumbe, a dhejv, toka, na do të me konë si grajsit një vend. Me bon zëtë në rujtë, me kërësit lufta Mitrovica, besëm i gatshëm. Pas pare, si thonë, ku pas më vërral luftën e QK-s, që jetë ashtë të mbrojt kryt e Kosovës. I gatshëm gjithja. Kur të lypë në uja që jetë tame që kam, ato jam i gatshëm me dhonë dhe më të mbrojt atë dhejmë. Se ajo është pjesë e junja, më e rëndësishme dhe më thonë e Kosovës. Ato njësi speciale, kena stërvite, kena ushtruhe, me ata djemë pregadit e plejshën në për shatura, bile kursare me atë lullëzim të livën, nga të plejshën me shatura. U pregadit që njësi, ka qenë njësi tigrat e zi, kanë posë qështu. Mënën e kanë posë tigrat e zi, veç farë djemë qa, djemë zhvillon, djemë të rrët, djemë që me thonë zjemë. Njësia speciale, në drenis dhe më ka qenë shahë në veti. Lëmë ata djemë që kanë qëlluat, ata janë edhe ata që kanë vdek edhe këta ata hera i gjallën. Dhe më ata dëshmurët, ku mbet këta hera i gjallë, dhe më thonë, asë të gjalli pa lëkush. Në zja me thonë, zja më hije. Ku e orë puna me sulmu, sërbë, a besë, pa ta qëllu njerë e rëmë me armatim, bet jetë, ku përsarej, bile me këtë generalin Gjevahir Gecen, pa të mordë, ku erdhëm nga rapullat që të ubria, bile ja fotë maltia për gzime të ugzula, ata që i qumë armatim. Së më ka rodhë me generalin Gjevahir Gecen. Edhe kër i qumë ati që shu gëzuna. Qatë natë që e kena pruar armatimin, likat, qatë natë bili nga ka rodhë me Suleman Selimin e Menajt, unë e kumë pas një rast malë, tani syla nga dojti mu ma dha një rast, aslan pas livt jadha një dhe një dikuj tjetër jadha. Qatë natë njësia speciale janë shku e kanë cëllmu dham me dham të luftua. A përshet që shqiptari ka vivish municioni. Shfar humbja kanë bërë serbës se pe gzimi që nga prënëm armatim pe atjeshet, qatë natë që ka prita, e njësia speciale u hinë dhe më onë zjemuj, për këtë tukë, për këtë venë. Po nejtë më dyjovë se, kur erë puna me shku në Shqipni, tani kish pas thonë muja, thëtë, mu rizi, një, shkupi, edhe vlovi muje Salia, edhe rambën, se qëta kotër për njësi speciale, thëtë, atë djemë pak marë shkollë, thëtë, po kam që për me shku për në Shqipni janejne. Edhe na, normal që muje në thonë e kanë deshtë, edhe se o këna prish, edhe pej atë njësis, tani, u taku në kërse harreja të ndërdes me mujën e me ata, kur jena njësë tani pe atu që organizum për me shku anejnë e pu. Për nga ka shkejshëm anejnë e mërshëm të katerorën për shambull për siguria që ka din që dysa ushtarë shkejshëm kom, i mërshëm veç për sigurishtë. E ka vishëm knejnë, tani mërshëm marmatim, për së marmatim dhe mëllë që për me prunë sa më shumë, për me posë ku ka nevojnë Kosovë. Këtë pritën e mujës kur kam qenë, kur nuk e harrej, kur shku ma qenë Shqipnije, bile a besër i fatë mëzio muja ma boni ushtrej ushtarët, adin që ata që ishin me mujën ato që ishin atje, e veti ku më ushtru ata ushtarë, kur që arrej, çdo me në gjestë të ngoti, së tërvi, i kam edhe fotografitë që janë para ushtarëve të ushtru, që sot shumë i që aty në ushtarëve kanë për mentorën të 4 metra, adin që në rodë dëshmurë, e me krejt në gjihu me ata djemë të furt, djemë atë furt, atë dhejvë që kanë pasë kuhën, ma të shtirë kërë u dufë Kosovës me kruar ma tem. Po qa po di nashtë ato naj prita, naj sa ku mujtë me parapon mes neve nuk dyshoj që i ka po diçka, po Serbia i ko shërbimet e veta, i ko që pavakin nga kanë përcjela qa po di une, qa kanë dope. Kur u nesëm për atjeshet, kur u nesëm, bilin në vlaunën të nuk e di, një natë para se me shku. O të bu me homi 150 ushtarë, ka la blak, që shtu koni parë, si kur ka sejrë me ato e mollë shumë, e dëllën muja beq ato, dhe dikosh dikuj një maj, i kapen qiftelia, me kënu. I kanë kënu, vëlla një ura, 2 kongët, na kajtë ushtria në kongëma.
Po çfarë këngësh kanë kënua, që në tokë dhej për gjallën me shti. Mrena dhe me thonë, 10 ditë, me thonë, jo 10 ditë, por mrena 3-4 ditë u vrojshin. Tash llogaritë ty kënu me vullnet e për me shku në Kosovë, e mrena 3-4 ditë ka shkon me rodë dëshmur. Dhe rrugës ka e nga shku ka erë thamë sërdë nuk di. Dëshërita nga kanë pas qitë që të ndërë çdo sheret sa let. Tash nuk po më imi ditë për çka nga kanë gjitë qatë sheret sa let, a nga kanë gjitë nështë nga ushtarët mes vetë mos me hup njëni pe tjetërës, se ka qenë bore, bjeshke, gazepe, notën e ftafte, mos më largu njëni tjetër, ta den që mi ditë ku jeja. A mos nga ka qitë ku është burë që mi ditë shkit me qatë sheret me lanzohat, tash po me i di burë. Veç që shpe di unë nështë ta për vete këna pas, tash po me i ditë detale, ku është qysh teksi. Edhe ka shkum, kur nuk e arraj, kur shkum me esh kuha eshe, Allah me thoferë kuj sa bajt gati që ashtë, një pjesë e ushtarve që në qena e ata, komandandrinje dhe, janë dalën, pe mujen pak, me mujen, që, kur që dhe ka thoi jam e shku bashka, pak janë në fjallë dhe shka, e ata janë dalën lejna, ku janë shku pa ata janë roman për para në pritë, ku janë rojan plagos dhe pityne dhe janë vëra, edhe tani kur nuk arraj muja, në të bëjt dhe ushtarve që të dhe që ka kem pak ma kryesorve, tha djemë që po bojmë, tha të shkojmë të një mujmë atyne. Muja e ke qëllimi me shku me një mu atyne që ronë pritë, nështë edhe pse nështë ma përpara pak janë fjallës, po apet me shku me një mu, se vla jëtë, ko. Edhe pse ke po fjallës me shku me një mu, edhe tha me shku me një mu, ty shku me një mu, t'jena zatet në forës atyne, tarkonet. E ato tani ka kërësit lufta, kur nuk arraj muja, tha veç që e në gjëksurat e arën bili Rifat me zi balë për të të më këthy, apo den që kur nuk arraj atë prit për gjakshme, edhe në këshim pas dollë sërë për 2 janë. 2 janë në këshim pas dollë, me thonë vëllaj ka 25 metra, 30 metra, na që në korene, qështu. Sa kanë mujtë në kanë gjure, sa kanë mujtë. Logarete, me farma me dërvishi, u ko pështetë polici, kjo prita tjetër e ka vra. E ato e di që 2 shokë më kanë vra, njën i knejlaj edhe njën i knejlaj. Lumë të më shkeshin që të si janë. Kër i kum pa shokë, në vran jam qunë kam, thash mos një dërzën i shkallë shkinet. Ato nga kanë zejtë gjohë, kena luftu, kena rezistu, se valla mos rezisteshëm. As një i gjallë për jetu i tja. Po ja nesëm na me gju se, mas për e ata nga kanë fut befasi. Nga kanë fut befasi që se kena prit për gjakshme që. Po e ka shkru zëti me rrët dëshmur që ashtë se dhe i që atë dhe më thonë, mos me pas rrët dëshmur, ata se dhe liria pa dëshmur, dhe më thonë nuk është e vleshme, e ka shkru zëti. Na kena pas qëllimi me luftu, qëllimi me quar ma tem, na nuk na merë fort, tash me ditë kush për na qëtë prite që apo bënë të vënë lejve, na i zresej ke veç, apo den qysh me quar ma tem, me luftu në Kosovë. Se që apo ditë është detale, në ashtë anaj kush mund me ditë diçka, po për vete, abe se kur farim informacioni s'ka. 41 dëshmur, në ra. Dhe më të rënditja me modhe ka qenë pe ushtarve të qykës, se me ra, rasti i parë është 40 dëshmur për e herë në vitë fronte, dhe më thonë që binë, është prita më i Krasniqit. Dhe më thonë Kosovë nuk i për e herë 40 dëshmur me ra. Vetë me që e rast është. Edhe qatë ditë janë lota shemnet ushtrisë Kosovës, është e vleshme. Dhe më thonë qatë ditë, në razën, bërën më të mohën, ka 33 net pa hongër, pa pi dhe më vra me më i Krasniqe, Rifat me zive, Beqer Gashi, krejt ata shuk që në vra, Luljeta, Shala. Gënel shone se agrën me mete, sa mëj me përmen, po shumë me emla për din, se më ka romu me krejt pjesë Kosovës, shumë emla ka ma din dëmon që edhe të shukve që nga kanë rrët dëshmurë. E është dite që lume, që ja kanë lo emlin dhe me thonë, ushtrisë Kosovës që atë vetë me që e ditë ka qenë 4 dëshmur për herë dhe më thonë me radë për këtë Kosovës dhe më është prita e mujës. Po na ty luftu, ty rezistu, ty tërhjek, ty helikopteri na rike me kry, beso helikopteri, po e që zotin farë mjekë dhe burë, veç u selke sa me ke knej shuk të vranë, helikopteri na rike, fati që basë asoj bjekëll nuk e dike, se për helikopteri neve këshin mujtë me na vra krejtve, po na që ashtu ty luftu me ta, bile ku pa ta dollë për rejthi, kur sa arroj një fshatë, një farën verdelije, asë jam dollë për rejthi, jam himin zjerë, se ka qeni plagos të hanë. Vallaj shumë pështirë, ku dhe shpe ati rejthi, edhe gjitha ta shuk të vralë me konë,
Aty që ke përjetuar tani për të herë me himi nxjerr me një gradicës në formë me gradice, me thonë na hi, na shkuë që na nxjerr. Ne më plumova, edhe sot ai djali ka familje, sot është gjallë, i ka 2 djem. Tash s'di, veç tham vullneti fort edhe kom ditë 1 milion për që kutimin nxjerr që kena më vrapa që deshte Zoti pështu, ne më plumova pështu. Ata që janë nxinë rob, ja ju kanë ngri automatët, ka qenë mrazi i madh. Ja s'kan pas municion, janë ai farë befasie, çapo dhe baki veç ku janë çu me tesha xeza. Ora çfarë pozicioni? Se në makina pas rasti këtyne në shalë bajgurët që i kanë zonë në Serb, edhe këta i kanë zonë, dhe me thëra, edhe këta ushtëria shlimtare kanë zonë për tynera, dhe me lufta që të i ka. Po e tani, une mas gjithasë dhe ma vrasje që ka qenë, gjitha të dëshmurë që ka ra, tani peja tujet, masi që kritikë këna kry luftimet e ka këna shku për Shqipni. A besë që me ne falë naimin e plozhinës e na konë, besë veç edhe i ka pas edhe një urë, mos vike dikush, me na morë leve, na qatë ditë do më ngri shumë edhe qatë ditë në rejshëm jetë. I që të në automatat me bërë, ja bon ati naimit kur nuk e harrej, thash naima pishetar që pas ka shku zëtë, unë e ti kapak më ngri edhe me dhe kështë. Pasha Allah që se fjallë që me bajke dhe ke, pas ka shkru bëra, qa me bon, qështu më bajke. Aty tani, që ata kom thonë më slash zëti, pa njerës të furë, pa familjet të furë, i kam bërë shumë familjes dhe më gjevla drenutët që janë. Pës me ko drenutët, se që të sesha. Dhe më honë, si ku fëmë nga kanë morë, nga kanë të rjekë për jatuj. Tani, masa neve më taku edhe me vlotë të Recep Selimit, me Ramadan Selimi, veç në farhum lere, me na morë, se tanë që na më pa hongër, pa pi 3 ditë, më bërë, në shterë, me fytë, me krejtë, apë se kërë këqësha shukën, si ku fëmë. Si kur ku fëmë kërë këqësha. Anejnë e ku i përjetumë gjitha të vrasje, anejnë e ketë reha me gjak që na këshin vrasë shukë. Na nuk e di edhe zdi qëshë e këna shpethu. Po zërë, Zotin nga ka lonë gjallë që me ja vazhdu rrugën e tyne, me o hakmerë masanej, e nëzë, dhe jena hakmerë, edhe nga ka rarostë, di sa frënë të tani masanej, ne. Që e i vëllovë sa mija ku ka lëzën për një frënë të në rezollet që me shukët vetë me Ahmet Zabelin e me Bahri Ahmetin e do shukë që janë kohë të krem të lidhë, të ka të rëshki i kanë vrau për i herë, që atë, 3 ditë të ka gjakun që ka pitë, mua kanë morë hakën e mujës, e lufta që të i ko, dhe ma ata gjak hungën nuk janë shku. Edhe pe shukëve, pe njerëzve, bile lufta ushtri qëllimtare, ushtarë më ushtarë, ma shumë janë vranë sërbë, dhe ma pak janë ushtarë të qëkës. Ata ma shumë të janë akmerë në civil, se s'kanë mujtë, dhe ma thonë, me ushtarë me përbalu, e ta në vroj, thëmije e vroj, dhe ma njerës pa më rëjtën. Unë atë pe nëzinë rëpe, këmë posa një gjallë të mutës, atë jam kom me tha, kom blerim Spahiju, se na si familje kena qenë 3 vllazni, në luft jena konë, 3 jem plagës, 2 vjetë jem, dhe ma djem 2 vjetët frutit, që s'di asë që kena pështu, edhe i kena pas 10 nipa në luft, djem të mëtërës kena pas. Dhanrën e kam dëshmërë, dhe ma burin e mëtërës, e familjes Shabapëllur që më bonemnin e djallit Shabapëllur, Mustaf Kastrati, dhe më njëna konë me edhe një mes fëgjërie Shabone, edhe ja ka qenë mutër medicinale, dhe më njëna konë të kështë kretë mobilizun për me luftu për të mirën e këti veni. Që në këshore këmë posë Skender Spahiu ka qenë, një djalli mutës, peshë Gjermanie ka orë dhe ajë si kërën atje ka luftu, edhe ajë ka rezistu. Në konë prit me mujnë këmë posë një pin tjetër, Blerim Spahiu, tjetër smutë. Dhe më atje në rezollë edhe atje ka posë, një një lavi blerimit edhe atje u plagu qëtë, qëtë që vronë më lësha mejtë, Selman Spahive dhe ajë kretë pupullë, trupi, ajë plumi gullinuvet, kretë këtë pullë për një ka hi. E tjerë nipa që janë gotë kyqën, zana ondë. Me trupat e tyne, ku më dëgju, tani kanë mori kanë qumë prizrene, tani pe prizreni, tani kondreni që janë pregadit adin për me varru, se që kanë hjekë për atjet, familjarët e tyne për me shku, dhe me thonë, se cilë me ditë, me identifiku, dhe me thonë, pasartë të vetë, djemë të vetë që janë kondë vranë, shumë fështirë, dhe me thonë me shku, pe i dreni që me shku atje, vranë me morë në prezrene, me varës, me palace, qëfar mërzije ka qenë atë ku, dhe me thonë se djemë të kanë qenë ma të spërëvun, dhe me thonë të shtri qëllimtare që janë kondë.
që janë vra. Po kam qenë për noza se na sa orë kena bojt armatim, a besë ti që ka shkëshëm rrugës armatim, ku alë të smëshëm i që armatimin e na u do këm jam orë ku alëve, e me qitë në. La bike 2000 metra, pikë për pje. Bërë e modhe, pa hongër, pa kur gjohë qashtë. Tani të push, na bike, anë zonë lesa që ka, bile kur së harën, kur bërritëm në alë testonë me muje në onë që atje, do këtë pësha muje me mjekër, me atë veç gurë, kështu, pa kullën, pa kur gjohë. Shtu dreshëm njërë me tjetër rrugës të jorë. Me vetë në shakuar të rifati, tha u push, tha është edhe pak. Masi jam dollë në kudër, konatë se edhe rifati, kesh pasë ranë shumë, profesori shkollune dhe që qëfar armatimi, qëfar animi. Pja baj këti nipit qu, thash ati blerimi, thash këjmi një mëjmë, ati në Verdelis. Se të gjallë në Verdelia, ku e nga shku, për që ka kopë senet për i këtuit. Tha djemë t'i urujtë zëtë, o te që i shko t'i bon qashtu, edhe qandër nuk e lëshejke. E me shku mu përzit për dhe tëra, me dhe ka përcimat për pjesë, ta në apet me shku minimu. E nga këtë letë njënë me tjetërin, nga konë që këna mujtë, këna bon për njënë tjetërin. Tani pa ta një edhe herë me armatim, tani edhe herë më ka pasro, tani luftën e fundit, mu lynë qashtë për me shku në kashare. Po edhe gjithë ku pasë, edhe begu, be griza, kur të bile kishë qef me mora në deqan, ko. Ma bajk hajde rambë dhe kishë kojmë këtë pjesën ty, be desha begu në ata shuk deqanë që ishin goshe, ata njësis. Po thash, po vje kesh breve këtyne shukë, mas jam njës me ta dëqysh milo vetën, dëqysh për mdukë si kur ta hek një cupa, po këtë tjesht tash me dekonën e dëqysh me lonë si kur i lejetim. Hajtë, sa se s'po ta prishe, veç dëshire em të kemë orë atje në duka gjenë me luftu. Kur nuk e harrej, tani kur jena njësë, kasone këna bo atje stërvitje në koshore, nëse në vlonën të hanë, për me orë në koshore me luftu. Si ka pas një dita dy, para se më thuj kufini, a kemë Ramadani me Nasim Haradini me këta që kanë ty. Edhe, ushtru me atje stërvetëm, kur shku në kasone ka qenë një natë para se me shku, vëq vleshin në shtorë, 500 ushtarë janë ka. Ka mësit ka posë. Kur janë quë dhe atë, po piskose me zotë madhë, që që shtejke, kur janë quë një 20-30 veta, dhe janë nese në ramë, bërë për të më kapen, e më qunë kështë të nata, besë unë vike qeqa din, qështu më kapen, krejt ka sole, me thonë një 30 herë, të më përmene emnë në mua të i boj që kërë, si kur me ta di zote që me kërë suksese. Po edhe, mos mi hek për mene që s'kum kërë suksese, se kur u kry lufta kështore, sa besë flamuri më kanë dërëzua. Pasha Allahin që ta dredi që kanë kape vetë shuk të ramë, për njësë me flamur për në ditë. Që të shka që niva për lojme në vlasnive që ishin varuaran, ishin plaguset, tani edhe kycuna, edhe bizbajgura, ma shpejt sa me shkuta se familjeve jetë veç në thmi. Që dy për nësë nuk e dishme që kemi familje veç në menja, në shkeke që shme luftua, që shme brejt shukën. Edhe tani në kashore dhe atje kam raste shumë të rana me kalzu, që po të kalëzëj, në herë jena konkurse arrej me një fari smetin, një smet qërqize, ka pasë o kojnë këmanëvës. Dhe tretë që shena konë qështu dhe një farë mentor Krasni që i Kaçanikut, në rokën anon të ashtëndu. Unë si më rokë do 2 metra më gjukë të mizi, 2 vesht më shërdhun, ati smetin e kështë pasë rokë gjysën e krej se kroj. Ja kështë qikë. A i Kaçanikut në komë më ndër i plagës ranë, ku këj Kaçanikut u hinë në lesë dhe ka pak në vete, ke posë, dhe im të nashtë. E unë e se njëve pak të, atë në kështu pak të, dhe më të piskot të Kaçanikut se e kështë lukë në ashtë, ta kështë lo venë ranë, po. Këtë gjëmi një mua ati mentorit, po më ka thaj mentorit lemë, tha ranë, po mu qërë, tha njerën, tha, o të dhosh pjetë, u ako këmë këthy kryta. Ja kështë jekë gjysën e kresë, kërohen qështu, i shtra gjenoza, që shtra, të më thonë, cigare e kështë jetë qështu i qëtë këtë. Pasha Allah, në mashtirë më ka orë, ku ja kom jekë cigarën për dëra. Ku ja kom jekë cigarën për dëra. Besë tash e ke po njëri për i mërzije, kur e sheshukën ashtu. Atë menturën e kanë morë, me helikoptere e kanë qumë për Shqipëni, ato. Sari dhosha frymi vike shpirti, këtina Kaçanikut. Mo, une isha pas pi mas tina, vlo. Të e dhonë frymë që ashtu. Ku janë lorë, në ashtë atjerë ushtarë janë lorë, qështu me gjakë me qështu. Unë kanë rëtëllu, që kanë mujtë serbë 100 herë me vra, me mprej, me mgri. Një kom pas që vetën, njëri, me laun, ata kom pas leqë, kur, njëtë, s'ku mujtë me thonë me lau të plagast ati qka, ata s'ku mujtë. Edhe, e morën aton, që ashtu që shke, kajtë i plagast, e që unë ka sole, kur kalëdun ata pak, pa që unë ka sole, kanë rujet,
Kemë raste shumë të rona kemë. Tani rasti i Naser Ahmet Gjekaj, kur nuk ka rëj, kur e kom pas 3 metra, ka ro granata në rëva, 3-4 metra kom pas, që shukot e qilë kështë, bandën rëvën për me hinë franë me luftu, veç kuj ka ro mitis rëvë granata. E ka gju sa atje, të lëgaret e veç në breg e kalon, veç në breg. Në plakë në shpinë, krejt gjak, s'ka pas me kom me shpinë, me tana veç në breg njërin e la. Veç moshkull ma të furt, djallë ma të furt, ase asua. Bile qatë shpet jam shkua, i haram bë thamë për ishe. Se kom pas qef gjithmon njërit, ta dhe në me dalë krah, së do është gjallë djallë. Me veç të fjallë, që pe fulli, mës thasht edhe aj, a besë që të në Kosovë nuk rrjesh. Së do gjallë. Edhe, e kena morë me 4 shok, me qu, mentorit ja ka dhonë Altin, kurse arres ishin ko shok, ta në Gjermani, mentor Krasnicit, qysh ka thonë mentorit, qashtu, adhe në është qaj rasti, po tani ku kanë qu mentorin anej, tani unë jam merë me Naserin, se në alloj, nuk për dinas me kaldu që kena aparitu e krejta të raste që e ki. Edhe ka për me Naserin, për gjallë 2 metra, gjallë i rona, të e bojt në lejse, unë vike e rana, dhe në veç më breg krejt gjak shpinë atim. Kështë gjallë ma të furt, ase asu si Gjergjele Zalia me në plagbre, që ashtë të përmbës të e bojnë lese, i shkon një shpije kur nuk e arraj, e gurit, kështu, bili si ku i qetë në filmin Lazën Bejtës, po ku i qetë qasë shpije, që ashtë të veç shkollëmin kështu. E për ja ba aty në lene bre, këtë plagas në thash pak që të, thash se po më vje ranë, krejt gjak shpina, thash se janë dë jak në të ushtrisat, e në qëtë, hit ja marë, bili tja qesa dhe në shpinjes kështu. Edhe jam hi me mora tjak në mrena, ku i kina pos dhe qonë dhe jakne. Si jam hi mrena, ja kom gjitë qasoj jakne, që janë goja veç me qërëmit dhe paplush. Kur të më ka fut granon, tha me diskolmi. Me të spira, me të bonit të me zi. Unë që ditë në atë që shumë pështoj zëtin i grith nuk e mëra. Pasha të lëmen Allah, ku jam dalë me qatë jakne të ju shkun, sa që më isha që shtë. Me vetë Naser Ahmet Gjekaj me nanë plagë, për sërati ka kesh, ku më ka po të ju shkun, e se lëshesha jaknen. E jakën a qitë për mi, e tani të bojtë në kasarën, të i quet. Ka jam këthy, pe atjeshit, u këtheja veç vetani, u dëvë këtë oshtarë nuk këthi. E posh hinen vesh gust, e posh një granot 10 metra që një që atje, e të uva që, po dojnë me bra. Edhe, thash i shko një lisi madhë, shumë i madhë e lisi, që ka është me thonë, thash hajtë vish këtë pjesën e gjyksit e pështaj. Që mos të më rëgë në gjëksa nështë. Veç vetën isha, 10 granata të anon, të pështeta për lisi, armata që shkesh, po qëtë komën e harrua pak maknene. Koma më bon 2000 kila që thujnë. Së mu isha me livrit, që ashtë të zëtë e kesh krube dhe jo. Edhe më shkajnë cikë të thash që të ku me ro granata, hej gjës mejta, vetë menë në zëtë. O pashallojnë ku më ka shku menja, qatë të, që shë që i zëtë qatë vena. Se të më ka ro që të vim, që të komën, kështë po malun për i vene, ku më pas një thikë që të, kështë të pushtë, ku më pas që e thikë, komën më ka pështu. Këtë plështë më punë e thika, me hekre, me melën, me krejt, që të nalë të plagu se më gërën e granot, ku e ku më këshyrë një plomë për mi kry, që shtë se u qkepa e granota, si kur sa kicë kësit mollë që e pret një 100 hera, rafsh 100 herë që ka të cupat, veç një plomë që të ku më qylisi, fikallë vetën, veç me zëtëna. Edhe për këshyri, thash me ymer, thash shako në këtë kaka. Me pështu atë, më thonë, kur cara një gazetarë spanjel, bili që shpicit, të më ka qitë më tërë, thane anejnë, e shkuva, veç nuk e di asë që kumë pështu, dhe më thonë, e donë të një mu njën e tjetër, që ata dështë ta me thonë, kur o ko rëzik, me drenice, me duka gjelë, e thonë njën e nakon, si kur a mushe me rafetarome, me ata që janë konë pritë, që kanë bo njën e për tjetër, ku dhe që jena konë, gjithë mund kena bo njën e për tjetër, edhe gjithë bojmë e konë e uja, se na jem shqiptarë, na jem gjak shqiptari, na dhe të me deshte, me ngrit njën e tjetër, të një jetën. E në vitë frontit, bilat ditë kur nuk e arrej u lëdha, se 3 ditë të najtë pa gjume, i shko një farë gorë dhe pak kështu, si rëzuti, i shko bili thasht bia dhe të morë gjume, bili mos prishna, mos thëfna, e jam ro më një furë me automat që në konë, kur orë një shëk, më ka po kam menu që më kanë rodhë sërbë, kur po më shku nga dhe me zi më dëllgjume, qura, më tha vlovi jam, tha se pas ke maru me lëva që të kanë rosh kjet, tha shka në kasane, po mu mbi keran bilo është thort atë me shku në kasane, me shku me përshu. Edhe shkuva me zërëm që e edhe një komandant, hajtë të tha shkujmë bashkë. Ty shku udhës,
kone farauroni, ranë shushka tash në Amerikë, bashkë që tonë që keqë dhe ka më një karikatar qaj djavli, veç me thonë. E kesha në radjelidhen, a e radjelidhen, po shtorët e rishin vitë frëndet. Po ma qaj zëtë e menë të shkuës, ishin këtë qësë shpijash, thash u ranë, thash anë olim që të, thash dhe me bo me rao, thash, ushtrisë të në cërë, thash, tha gjem të ri, pa prëvoj, thash ba ki vrohën, na kushtet dhe zëtë na që përfundojnë, adhe me sërë, mire, ki tha, hajtë, thash që të, o si kena qitë radjelidhen me kryja, mere na ka rrugë gjumbi. Pe një radjelidhen me kryu, viu radjelidhen, me zi qela sytë e kopa, thash urdhë, ku je, tha ramba, tha se na kanë rosh, ki dha me dhamë, tha, veqa sa kena lëshu, thash, qysh, pja baj këti komandant, me zi që kom qu, e rëtullaj su, qu, thash se, e këshin ra. Pe baj që ndëshu, ka të, tha ramba, tha këtë këm po me atë komandant të ngo, tha me him pozicion e vitë frunte, tha që ka që tha zemra mu ka bo, mas që manike, tha me luftu, ti piska, thash mos malë qëni, thash një gjallë, sa kena mujtë të luftu, e ish pas plagu gipa, kur shkum të gipën, thash me ronë lese, thash e me jetë, mos të më preke, kështë ngri plumbi. Dikur a vetin sërë nga atë, pja bëjnë një shu kapne, thash, se vetëm mitë nëse edhe im të dhejmë pak, e të rjekom atë, edhe gipën, pja të ujtë kërë këna të rjekë, është të njëzimi, dhe ma në bitë frunët, dhe ke po që për me saj djoj. Pa në kam raste e tjera, ajo ronë e bili, këna pas nejtë njerë mas luftës, e më të që 20 vjetë se kom po. Edhe petëm ka i pije që atë në Prishtinë, po rrenë, po këqyrë, po konë. Tha që ki që po konë. E mërë rambë, tha, a e mërë menë, tha, jo rast i gipës e nasejet, po tjetër konë. Tha, ka i bojshë në ujtë plagëst me ata shuk, tha, për mdo këtë për të shë, tha, ju më shënë sytë letë janë isë me koj, tha, ujtë dhe i që të, tha, e shkeke gjakën e për ujtë, ka i bojshë plagëst. Tha, ju kujtëshin, ati e veç më këqyrë, ke ish jetë i ngritë, më këqyrë, dhe ati ju kujtu lufta, nuk e kem kallaj edhe na, me harru. A përshetë dhe mos sikur me kohë qatë dit, i kem këto, i kem në zemër atë vujtje. Po tani kem në rast, në vitë frontet, është kjo Agim Aziri, edhe kjo ka qenë komandant bataljoni, kur nuk ka rrej. Bile shpesh ku përzishën me shki dhe ke mera komandën në ramba. Jo, kur s'kom që pas qef me ullë shukën. Po haj me neve, po adën dhe ke qasë dhe ke... Edhe në rast u banë më rrështë qëto, që që nga konë. Na shumë frontet, me kaldu krejt tana është problem, veç dëmë pika shkurë. Edhe ishën në 100 vetë, sërbë ishën, ata, kushe disa ishën, me thë vëllë 50 mejta, les me les, si partizan me Gjerman të lyftu. Klera, në plagësin e ushtorë, 3-4 vetë, ashtë qatë plagës, dhe mi ullë me 3 hekë. 3-4 vetë, ato me 3 hekë. U mërë dhe rane dhejtë mu, ishë 50 vetë më shukët mi ushtorë, dhe më dhonë që një plagës e 3 hekë, ardhe rane dhejtë unë, edhe ishë vroni ushtorë këtu nga, të kërlu plumë në bolë, në të luftu që jam kohë qështë, pja baj këti komandon të i uronit, thash uran, thash këne e rane erdhe të one, thash qka e ka thu uran, thash erdhe të one, thash që edhe një shak, thash këtu i vronë, bili kërse e rejse, u mërzit, tha më zëmë kalëzë e ranë, a den meri ka piserit tjertë të ushtorë, pashalojnë që ashtu dhe se këna lëshua, ako ma shtirë se shukën të vronë këtu, edhe rane me orë dhejtë e one, edhe qashtu edhe nuk e këna lëshua. Ka pas gjemë të furt, bili, ka pas dhe duka gjine që plumë që shtu ka kryti shkejke, ja pa isho vlovën jam largu, veç pa ka dishtë. O e rambo, pe që të të pe më ratë, jam bojnë jetë, pa dhe të më rëgët, qa po mani. Ka pas të asja zgjina që vetë me sy e posha plumë ka kryti shkejke. E për rastin e këti kapitenit rëst, një ditë për para plagu një faltrimi Prishtine Zokon, kur sa arrej, bili, kështë në lajre rëkë plumin në themë ranë për te, bili kur sa arrej, sa ranë, bëtha i fleshtë atë ka plumin e rëkë lashtë, tha në qitë automatën, do këmë shku më shërgu e djollë. Na këshyri kejtë ushtarë, tha kuna me adhonë, unë këshyri mu në sy, tha ramba për të adhonë sy. Hajtë, thash në të rritë, me orë me ti e ku më ro kapitenërës, që ati trimit Prishtines, e realiteti që shtë është. E atu, nështë ta i kom dhonë në televizion e tjera, mos po, adin po buat me përserit, po dhe atu do të me kalëzu drejt që shokon, peos dhe në gjë, na ju që im hak dikujna, a ditë këjna konë atë rëthëkun me shkije, me sërbe, a ditë kur nuk e haraj, të hongër bëk në aronë shkijet, edhe unë jam ku përgjes kryesore atë, unë e kom pas, vetëm unë e kom pas radilidin atë, të kalëzën drejt, edhe qaj në hija që të kalëzëve mas rondi që ke u plague, veç ku po më thëtë, rambë thëtë jem të rëthëkun. Pashat lëmën Allah, gjdo 4-5 mejtë, a i vizleshin shlejma, a dhe so ka qenë vjerurët, me thë 15 mejtë.
peshë në shkop, shlejme, vizla, një që atje, të hongër, veç qas në këshin kërcita, kur i kumë këshyrë, ma e dita, unë e poshtë, është vroncet, po t'jesh në rreth, jarë më të, asë krejnë të na onë, unë ka herë thamë qysh kena pështu, edhe më qëj zotin i farë fuqie, në qatë moment që nështë për gjallë, me thë për Allah temën, së më karon me nësë për baba, për nonë, shumë më qëj zotin, kongën thasht të dhe mjashorë, të dhe që mi dhonë vëllet. Pasha Allah, në thasht asë një gjallë më dërzu nuk banë. Tja këna kërcit, ata në i plegës e në gjallë. Dë shuk në kanë vro për rejthit i mënu më në qitë. është Gjafer Goshe e i valiz, edhe Gjafer Lipova është i Gjakov. Që ta dy ushtarë dhe më janë vrati, më në qitë për rejthi. Normal që prenë Maroshi, edhe aj ka ndërhymin anë mu, bilja di shumë mërë, shaven me prenin, ma bajke në rreth, ku je ramë, përse kena bo luftat të shumë mëllë, o prena, di ku jam, që thesha për ta gjy bumen, ku të kërset bumja, veç që tu veç një 30 metra më për mas. Rash 5 bume me prenin që i kum gju, të i kaldu që tu jena na, a dhe në që zëtënari mos më vro me zvejtja, për di, se nera ju rejta aty në gjemve. E na kanë imu atë, Azemsuka na kanë imu, djali furt, i Suarejkës, i Blasës, Suarejkës, ato ka posë burra gjithë, edhe Bedri Krasniqi, i Temeqines, edhe aj na kanë imu si burrat, edhe do tjerë ushtarë që s'pun kujtuhet mja për me në emnin, veç kur në ka rrej, se me qëtë kapitenin është një orë kom luftu, me tonë, bili gjallë kom zoshë, a bëse sy qelë, më nëjë ke me grithë me hinë tëkë për gjallës, ja puni zëtë zërë që ka po krime e tjera lufta, asane, e greth këtë tëkë, në besë më nëjë kënë tëkë për gjallë, për gazepi ka dollë shpinë. Na jem shqiptarë, se lash me hekë, men, adën, se jem në atë lindun që ashtë të për. Edhe, kur, masi që e kom posë, me thonë 5 metra ashtë, vetë me të mas ngoti që më kanë ardhë, se në hak nuk kam qef me hiker kujna. Një nënon e kom posë Azemsukën kratë gjatë, kratë shmajt e kom posë Bedri Krasniqi të Meqines. Pili ku ju kom gju nga atë, ma bon këta mo tha se kom e të vra, kom këcy. Një 5-6 metra të jam shku, se e dita që e plaguva, dhe në kështu të jam shku të kom zonë gjallë, bili ku e po dhe bumën, ma bon e Bedria, tha valla, tha një me, tha ty, tha po të rikë zëtë, ku të paskara bumja dhe në, pa ka të zëva që të cungu që bumja këtë. Plus tani një të rezollet, su të shë që për vret, kurse haraj, a i djali shumë, Musa Deliu shumë djali furt, edhe a i ka morë pjesë atë në qatë luftime dhe qera fërunte, po në qatë rast atë në më dhemke, në ashta pak një 2 vjetë ma i rise, edhe i ka thunit më dhemke, edhe a i ka luftu bashkë më ushtorë, gjithë konë, dhe më thonë ma shtrejnëten, a i se orbeja tjetë ka veshu një furmen në atë ku, që se ke njoni burat me mëstej që nështë nuk janë orë, dhe ajo orë valloj e kam respekt jo për ato, po për çdo luftar që ka luftu. Edhe e në zona ma shkurt gjallë ato, pa tani na jem shqiptar nuk e lash fart me hjek për këtë vend edhe, u dhëfke, mi quna dyja, qyshe ka lype ka gjithë, ka bu terene, u hinë teren ka bu, nuk o duh me ardhë, së ko veni vetë, edhe qyshe ka lype ka gjithë. Këtë ka ro këtë pjesën, këtë onë knebili për mes oro, veç ashtu të orë, veç se qërvikja, 6 ushtorën e ka plagus më rana të. Tani në atë plagesin që e plagus, atëm, Masaroni ka qenë nuhia, nuhe saroj, i shkupi, djali furt, shumë, edhaj, pili ja kum shtrengu dërën, dënë me pranu, s'do me pranu realitet, o qështu ja kum shtrengu dërën, thash o vlo, thash, edhe nëse des qëre stërvine kongë. Qështu e me që dërë e stërpi këtë tukën me gjak, falë dhe ki kovë gjaku kësaj tukë, që në atë ku më të mu shtyt letë. Veç ato jam ku prezent, edhe më nuk nërë me janë gjitë për dorë, për si përnej, se i plagas këtë zërët i ka pas, so plummat, në krak, Masaroni ka qena i plagas. Çdo djallë që i ka dherë gjak, që u plagus për këtë vend, e kam respektin pejt tukë në qilë. Nështë ta une nuk më mja për me në emnin, se ku e gotë, po ata janë si kur me konë që ata dëshmurë që janë, mene mas ty në vinë. Ne o këferë, të radhë para gjysë, veç i këcek edhe o kry. Qa mi lo mo me hjek ato? Ski, se na jem shqiptona, nuk jem qefër të mi lo me hjek. Na jem kriju në qashtu, na kem edhe luftojme dhe kem shpirtin e mirë. Dyja ti kena, na qka, na vjekuti nuk bojna, sër bojnë qka i vjekuti, sër merën me thmije, me grahe, me preje, me grije. Qa ka sa bia fajbre që, qëfar këmë bështë a i thmin që ta përet, pa pik shere, të e zje që u rribre, qëfar zemre kohaj. Qa thomi që unë Evropa? Ja, ha ki shqiptarë se që kanë mi thmi sërbis, as një s'ki.
Këta janë njerëz të krime, këta janë kriminela. Vike nonte ai me automat, e thesha më mjek shkoj shkinës, unë kisha prevojë atjera lufta në Dranice, kisha koltejnë të na unë, u ka qita për e me dhe qka të vendashme, men, tani mos të ne shkojnë nërë dlo, bilerë naj malukë, ishe pe atjetë që të mbalë naj malukë, më dëshke. Kërejt ata ushtore Gjafer Goshi u konë atë edhe Gjaferi djali mi dhe që Naimi Gjafer Goshi janë konë të komandonta që kanë që pesh, janë konë ata frymëzim, janë konë për koshore, edhe e banën të modhe shumë, tha se u zbulu Rusia, tha që është luft, do më thonë Kosovë, do më thonë po vinë edhe pe Rusia, mërcenore, oficirat, pagun, do më thonë po vinë për një mujtë Sërbis. Ma fërë që u zbulu, që aja, adhin e keqë shatë delën e vetë, tani që ato e mora atje hunën e vetë, pa normal, edhe a i kishë pratë vërës disa lufta, na e di më rastin e Zhëjselmonit që kënëhet Konga, një kapiten e ka vëro, kej Shqiptaria së të mburën të tek klientjeli për në hona, Zhëjselmon më nuk banon. Do më thonë, tonë frymëzuën, tonë, do më thonë, pse, në fund funit, mas vrame, që ka lipe ka gjithë. Po, tani aty këna pos, a besa kisha rast, a besa shkisha në veshge veç vetë, za tesh aty roshi, ka emblemën e që kësë ushtari, bike shi, plumë lëllbolën, në shpinë që është, me uniform ku e posha, veç vetë. Pasha lojnë gjësore risha që është, mbëllim kënë shpia. Thesha e denon ati boba, dhe më thonë që djali ku i ka jetë për vatan, për atë dhej. E që ata dëshmurët e kanë lerën më të madhe në jetë, dhe më thonë këtë njerëzim dëshmurët e kanë. Ai që është me dëshmurin që respektan, me ton jam. Ai që është me luftarin, me ton jam. Për i ulla mas lufte, mujnë të thonë me gabu. I gjalli gjithë ka bënë. Edhe në qeshtet partive sa në hi. Me ko ekstremista shumë, bre. Ani, te qërtëm, se gjithë qërtim është i vlefshëm. Nështë të vlo me vlo qërtuen. Nështë të për të mirë me zhvillu venë. Po ju te për ekstremista me ko. Dhe të pak me ko matë nalën, dhe të merë unjoni tjetërin, bi gjitha shqiptari. Shumë tri ka pasu, në bile kur se araj në herë një farë bajrami, o kone i këqiqet, kur nuk e araj, së do është gjalla i djali, ko familje. Dhe ty jetë su udhës që shina ko, a i djali e ranë shumë, një gjëksuri, një krejt, që i ka pas këtu adin veshën kështu, ish pështet për një farë si stubet dhejë qështu, po ma ba një ushtarë, o ranë bë tha mëllë, tha se deqë, tha filan. Që jam këthi për kalla blok të rku, atë ke pa njëri, kur shkova, që shko gjenoze e shko, se kush e deqë qysha dhe në zere, shumë kësh pas armatime, në male bjesh kësane, ka herë njëri nuk o i njëtë, a beset ja kom jek me tesha me sene do uje, mëlle të lëshoa, ku është në gjesh qofën e kryte, me menë që ja këthym shpirtin, ku i qeli sytë, be i banë cëtë bilëm ka thile ekstra atje në këqeq. Tha, trupi jetë mos me konë, tha, se si sha gjallë heq. E që ta shuk i luftë, thështë, maj ofer që vlave se shka dush. Dhe ma me ato që i ofer, se bjen të shmure, ja pështoj jetë një tjetërën dhe shka dush. Kjo pa ku vjen i lonti si popull që i jem, tash logarete qysh na veç 2% me konë luftë. 98% mos me konë, dhe me thomi mbrojta dhejmna, venin të una. A shkopi i Serbije vjen me luftu në venin të unin, e na mos me mbrojt. Kjo mu që ditë. është një rast e kalëzojnë të shukru vra Gjevat Dëmon, ku tha, qysh mi dalë, tha, nërsyje, non stina, non ati bërnëre. Tha, normal që i shëran, tha, me thonë që tu ka vra djallit dëshmur, tu ka vra, tha, veç u selë shumë, u përstelë shumë dikur, tha, pi kalëzojmë. Oj, luke, që shtu ishtë vra dëshmur Gjevat. Po ja bërnëre. Tha, oj, luke, tha. Edhe pse vra dëshmur, tha, këj ka luftu për vend vetë. Tha, aj peja tjetë me orë, tha, me dho jetën për neve kohë, kjo ka dho për vend vetë. Tha, na frymëzoj, a di na hiku, tha ato. Edhe na me mbrojt vendin tonë, 98%, mos me konë luft, 2% me konë luft. Po qëta 2%, tash mas lufte. Mos mu respektu, a na madhë kanë Allahe? Na madhë kanë. Leto kush dojnë mëre? Ka për respektu njërin që ta ka vru lirin, lo. Që sa rrugë, sa autostradë, sa shkollat, sa brezat të ri po rridhen, e sot luftarin dëtë si në Amerikë. A janë punë, sa në punë i ka gradat sajte. Si kur njënë i kalëzun, tha thmine vetë u qu, tha rejsh o plaka me disë restorani, u qu luftari. Mësë ngëtë, tha se në kumë luftu për lirin e thmi stem e atonën. Edhe herë prejkë, tha, ndash pëllit, ndash ka dush. E këtë të nakta, qëtu ligjet dhëtë mi bo? Luftarin dhëtë mi bo, luftarin numër një dhëtë mi respektu se krejt për luftarit sëtë që tu janë.
2000 dëshmër janë vro, sa njeri pa kom pa dur, sa civili vron, që kanë vujt publik, që kanë jek dhe i që të, e sot generata me artë, mos me respektu. Na malë këtë ka bre? Qa të me thonë e se djali tem ku nuk respektuin, apo bjellafi. Së që qërë zëtë tana i kam. E kam vlom Gjermani multimilioner, por nuk kom pyjtje breveqona dikur, pa tonë dhet. Qa të me thonë, thet, kur boba jam që ka luftu, që ka bo për këtë ven, spikërset shtetit. Thet, ku nesër me rëkarme me luftu me Sërbi? Nuk ka veç me shtru rrugët, diçka, po të në dënë vend vetë në vlo. Edhe ai që i shkollun, do të me respektu. Punëtorin do të me shmu, luftarin do të me respektu. Ta do të me pas senet në kry, bre. Shqyqër zote nga ka orë puna, shkën fëmija të kesh në shkollë. Ako ma krenari, bre. As nuk e për nga shkollë, as për parë këtë Skënderaj që të në Prishtinë, ako në veç me gështë të e bajke. Tha me gru të vetë qërës tja kërësit e kapë shë plok. I kena harruna. Pasha Allahin i kena harru. Veç tutna që me po me harru shumë është keqë. E dhe të me konë në dashtin e të lumë të njënë me tjetën, se për në rëzohën është ta pa lidhje, po... që më ka rost edhe me Sabit Gece, me këtë, ku e kanë morë Kulinovën e Laush atje. Edhe a i ka qenë djali fërë të burë. I flagës që shkon, vites bjeshke vike me nëzirë Kulinovën. Edhe ademi kështë pas tonë, edhe i të me pasë Sabitit, tjetës kësha deshtë. Se i rep djali. Ta në edhe me gëni Gece më karo, varsisht rrujë ma qysh tek, më karo me Laçes me gëni, në gëni Gece i kena hi krejt be Laçesit, i kena hi për Miqele Rovat, notën i kena hi në vërshpia. E me shkue, me luftue, në karo me gjëpa atje. Edhe a ju ko djali hershëm i ko vlerat e vejtha. Pse? Ashta grupi prekozit u ko, u ko grupi prekozit o lishi. Po qaj grupi prekozit u bojt pe Laushit që atë. Që Vahire, Sabite, Gënegete, a i tjetëri, do më thonë ma shumë dikrat, do më thonë një legalitet i ka dollë Lausha. I ko vlerat, edhe Lausha i ko vlerat e mloja. Pse? Tani, Mutras Margecit e ka bu ademin e Homzës, e Laushës, që e bje Laushës. E Lausha e në Fisgash, në Laushën e kemë shumë të ofërt. Edhe rezolla Fisgash, dhe i vënd që na martu. I li ka dzeshin mas luftën një darsëm Laush, një plak i rezollë, ku për shkani dhe të me morë Laush, dhe të në zvi, dhe të shuk i arona. A beseti, lufta që e mbu më përpora, 50-10 vjetë, njërin Laush rezolla të ka strehu. Edhe Lausha e ka strehu të rezollëtin. E në ku shuk e një fisë, dhe më thonë tana. Po edhe këta tjertë, janë të leshëm bre lo, për shamë në rost të jashim. Zëti bre nga ka që bre, si kur adem jashorin bre, hej, me shku në hog atje, mi bune në shkrimi në atë ku krejtë komandon të dhe luftor, qështu preqëm, qa po bonët, apo na qëtë futbusi, apo na qëkshtë. Në ramoje, qa të në lufta, qa të erfitoria, ku mës mi deshta njëri, kur në ashtahorin qa kom po. Po të analizu, ma i miri për në del, në kanë dalu luftën, tanë edhe këtu e shpalli pavarësin, edhe ko djorë që ka pojtë armate me, vete kom po 100.000 rëzit që sene. Kuj me mujtë nuk i inë hak, heq, varësish unë e tim, nështë ta mujna me kom pak, po apet, thamë edhe, sikur kënëvet një kongë prekazit, dështira din mu bashku, edhe Drenica, ku anë ditë ma shtira, din me fole, mu bashkue, kam bindit për që tonë këna me kopë bashkë, tonë këna mirë unjoni tjetën, se kush me ngot, i mirë i kesë vlavjes dhe. Nësar me lushtokun, këna pas raporti, dhe më thonë edhe kur ka qenë komandant i Drenicës, dhe më thonë, Samia ka qenë i figurë e dalushme. Pse ka qenë i figurë dalushme? Momentin kër ka morë Sami lushtokun në Drenicë, asë nuk ka pas lavrosje. I ka pajtu njerëzit, i ka vyt njënë me tjetën. Ka qenë figurë, dhe më thonë, që i ka nalë krejt këtu, edhe nuk ka ndodhë asë të ekces në Drenicë, në një atë këtu ka mujtë me ndodhë, dhe më thonë, Samia ka qenë shtylla kryesore, se Drenica është e mollë, Drenica janë njerëz, dhe më thonë, që çdo luftë që i kanë përballu, po Samia ka qenë, më i miri për tyre që së të respektoj njerëzit, edhe mas lufte, e ke po asë një vrasin Skënderaj nuk do, asë kërë kejtë të dojnë e respektojnë e shmujnë, edhe në luftë i ka vlerat e veta, di me Suleman Celimin, 2 kom të shti plagu në Sami Lushtokun. Edhe ka morë shumë aksion, edhe mu më ka rohë me Rifat Mzimne, me Samine, me tani edhe për në Rëdin Lushtokun, kom një fjallë të furta, që ka dollë Adem Jasharit, ka gjithë, ata shuk, ty në qënë të shuk, të Ademit, këta janë, mëre, a janë gjallë, a kanë vdek, këta janë heroj për mu, sot të është njërzimi, se pe qëtyne njerëzve, qëtyne figurën, në ka o liria, sot të është, të ka me njerë, këta djemë të me respektu, ta i kemë dhorot për Zotit. E për Samin kam respekt shumë të madhë,
normal edhe për krejt shok të ademit, për kush ka kontribue, inshallah Zoti shpërblen. Unë sa ku mujt me parapohe, ABS i vetmi Samil Ushtaku ka qenë njëri ma i dashur për ushtar edhe asnjë me problem në diçka që bën natën në shku i ka pajtu, i ka marrue. Samia është njëri kombëtar, është njëri adhëtar dhe dën e di me zemër, dën Drenicën e Kosovën. Aja nuk qëndron të hënë se Samia tana të mirat i ka. Shumë, edhe është trem, është asgen që vallaj shoj që së një gjonë. Dhe shumë i dashën për njerëz dhe i ofër edhe këtë thëtë jo, është qasi njëri i kriju është. Po vlov ka qenë i plagusën, ka qenë shumë rëndë Samia, tash lagaret e plume me ite huna ma zveshë me aqit, edhe ka qenë shumë i plagus, po ka bo luft 2 vjetë, në fond 2 jo pa kry lufta dhe ma u plagu. Gjithmonë veç të shku për parën, pra në qashtë edhe i tjetëri vlov, edhe i kër u plagu, ma për para i plagu, shkër Samia tenkës ja ka gju bumben, nërmjet tenkëve si në gjirë të ka hek vlov. Ta në mas një ofdite u plagu mi nëzirë shok për rejtët në lagje Delia që është. E 2 vllaznin pere zolle në Maqedonije, të korun gjak, lejse që shtu i kanë qua, që kanë hjek shok dhe i kanë qua atje në për familjet furta. Për shpirti tyne e din aty në shokve dhe më thonë, se shtjerot, plagëste, kur jetë, plagëste ka vlerën shumë të madhe. Ma e vleshma me të rjek një plagës se me i kallë 2 tenka. Se jetë në shiren e Zotit, veç kush për merë, që po banë që për japë jetër. Për që ata që janë plagës i kanë u pjesë të trupit dhe më thonë ata e në leshë. Tret jena konë plagës, treve të plumat nga kanë shkruhe, po që sot jem gjallë, sot kemë familje, po gjithmonë i kujtojmë ata shok dhe më që jenë rrë dëshmurë. Gjithë në shkomenjet e tha. Shpesh ABS nështë në bjedhe me qajtë për dëshmura, dhe në që vetë, se nështë ditë e njëta nuk janë, po thamë që kanë dho jetën më të shtrejnëtën dhe më thonë, për sëtë na me kontë lirë. Heq pa shybe, ilo me Allah, ta ku me shpërbly, edhe njerës të mire, popli, gjithmonë ata ka me konë boldë, që me thonë, venit tonë, Kosovës, numër një kanë me konë dëshmurë e kumbit. Një aspekt, masi ka nisë më zhvillu Kosova, edhe po zhvilluat, në Amerikanë dhe nuk di që ka i shkonu, që pasor për shtetit qarmësor, po vi po thëtë po konë ndryshime në Kosovë, do më gjithmonë po zhvilluat, diçka po regulluat, diçka jo po shet, diçka mirë, se ata kanë luftu dhe më honë për më zhvillu Kosova, me ko Kosova e lirë, me shku në zonë të në shkodhë të lirë. Apet një aspekt, do më thonë, i ka shku amanetin ven. Po tjetër një aspekt më mujtë moralisht, bile s'paku me respektue, me qmue familjet e tyne, me amor, me punësime, me tana, me krejt, ku tyne mas pari numër një qëtu familjet e të mera atu, do më thonë që i mas shtajtën e kanë lo jetën, tani normal nuk jem për në asë një familje shqiptarë, për asë një njëri nuk jem. Po bile s'pari që ta tjera atujmë, që e kanë dhonë mas shtajtën jetën, bile pasorsot e tyne, do më thonë mundin e atyne me jaqit në ritme. Kohën e luftës në shërtanat mirat i ka lo thmine, i ka lo grunë, i ka lo krejt luksuzet, e orë dhe ka lo jetën këto. Në nështë të mas një kuja në orë dhe familja këti. Ta është familjen e tina nuk të zëmi, la më shku jashtë. Pse? Pse e ka dhonë popej tyne jetën për që të venë, për më zhvilluë, me punu në vend tonë, në vend Kosovës, me regullu Kosovën, e tash që kjo me e keqa që na dhëtë me ja bo kushtet, jo veç edhe familje dëshmore, po familje shdo shqiptari që mos me lo më shku në shtetit jashme. Na dhëtë me zhvillu venin tonë, që të jashmit me ngrej e me orë në venin tonë me thonë sa mirë të këka. Jo na tash pe sa e moj menë shë Kosovë në shkë, ma si milu atje. Jo, dhëtë këto me najtë, këto mu martuë, këto me lëllëzu këj venë. Ta onë shqiptarë dhëtë me jek për menë, nashta ma mirë me jek pak. Ma shumë, e venin tanë më smilëshuë. Se veni i shqiptarë të është veni i shajtë. Këto onë kur, njetë, shumë, dhëtë me menu e ku të lëshesh venin tanë, se gjinje e kanë lo familjet për këtë ven. Rasti familjes të atë më jashor i ka lo krejtë rëpë për këtë ven. E në ata shmoj qumë i lëshue e me shkue, ma miro me hjek ma shumë, e për hatri të shmurëve, hatri kësoj tukë, mos me lëshu këtë ven. Dhe që janë jetë atje normal, që ki shqiptarë që kanë mëri atje shumë, dhe me thonë për në i rëzik të në të dhevët ata, që janë ko për pare janë edhe tash, dhe përdojnë kontributën në forma ndryshme. Në aty falenderu se ki shqiptarë që ku dush, ajo është adhëtar, është e do venin e vetë, më varësisht si kura e blejta në ashta që shkën tjetër konë, po ku dje mjërën e bjerën këto në venin e vetë. Ki edhe si shqiptar dhe më thonë që nuk ka harran, edhe pëse është jashtë dhe më thonë gjithë me të syti konë në Kosovë. Ashtu është edhe vlavi jonë,
domethënë që i ka kontribuar domethënë edhe në luftë, edhe ajo unë shkru për marrë në luftë, po tjetër çka që se kanë lënë ato ku kanë thonë tre vllazni pas ka bëllë, e kanë lënë atje se edhe ai ka shkuar me orë. Krejt janë konë shkruan për marrë në luftë. Po i kanë thonë ma mirë kontribuar në forma tjera e familjes mi kontribue, bajke edhe ai vllona zmija kanë shkruar për marrë në luftë me i gatshëm konë. Gjithë kontributin e kam çdo diçka që ka nevojë për konë, ku dje puna, diçka për të mirën e vendit, është i gatshëm ai gjithë domethënë ju përgjigj. Po ju përgjigjet gjermanëve atje, në rast që e ka pas domethënë tjetër naci që janë kohë gjerman, se shqiptari e ka traditë, domethënë gjithmonë është njëri humanitar. Ma humanitar se shqiptari, unë s'mendoj që është. Domethënë kur çe mas ngushti që ai ku më dal krah, ku më të mbroj. Edhe na dim edhe x lufta tjerë që i kanë pështu, domethënë njerëz që janë kot pafajshëm, domethënë në regjime tjera që janë konë, domethënë gjithë shqiptari ose rasti i familjes Shabapollushës deri në Sanxhak atje, Vosant, atje ka parin, i kanë pështu atje disa familje mos është Shabapollusha më është rrit vetë krejt në qytet ishin konë të masakru. Na jemi njerëz domethënë që mendojnë edhe për tjetër popull, po edhe mendojnë për popujt tonë. Hajde që në kohën e luftës, në para luftës, asa atëre s'o kom mirë heq, do më gjithmonë shpionazha e keqe. A diçka u puna shpionim. Të, unë që ashtu jam, përshde shqiptar jam i mirë. Po tash që shpioni qka është? Se t'ishin popullatës në kohën e luftës, nështë ta janë që t'jeni mi vetë. Shkoni kalë të sërbit, se shkoni që atë vend se nimi shqiptarish. Që i shpion, u bo se be, po janë shku, i kanë përshkatu një mi vetë. Që so ko, do më tha rëndësini për t'keq, sa ka rëndësi për t'keq. Njëri komtar shkon, i the të runu se që atje ishin sërbë. Vend që me shku këta në gryk, njëri komtar shkon e runë. E që kjo ka dalim nota me ditë. Njëri mirë, njëri keq. E tash mas luftës zotin arrujt. Vendi jonë, shteti jonë, me bon, që shmune, që shëllën dërgjegja, se ku jeti kënërej vetë vetës. E kush dënë ty? Ti ku je kënërej poplit tanë, kënërej vetë vete. Pa po me në aj armiku dënë edhe herë ma shumë, po në zdi që shëllën i tradit familjes, shpionor. A ne ke bona e gabim 2-3, tash dhe të më më përmesu më këty njetën, më lidhë me njerës komtare, figurat forta, jo me inat fa rrugë ka flartit është aja. Shumë shpejt kanë më liruë se nuk kom pytje Hashimi, nuk kom pytje Recipin, Jakupi, Kadria, Cule, krejt ata që janë. Unë pytja ushtria shlenimtare. Momenti kur të mbrohen këta, mbrohet ushtria shlenimtare Kosovës. Dhe më thonë që krejt botën kanë me morë vesh që ushtria e Kosovës ka qenë ushtrie që e ka mbrojt venin e vetë edhe për lirin e popullit vetë. Ta tash po mënohen me na bo ushtrin shlenimtare që do më thonë e këna mbrojt venin tënë, po mënohen me na bo kriminela. A ata 10 herë, a 100 herë janë, do më thonë, kriminela sërbë, e këta që ka mbrojt venin e vetë, po mënohen me bo. Po, folë zotit që Amerika, ditë mashtira na ka nimu, edhe tash për na nimon, edhe na jena mirë njës, të njetën për Amerikanë. Të njetën jena mirë njës. Na ka që zëtë i dhorot Amerikën, edhe ato shtete që na ka ndeshtë mirën, inshallah gjithmonë ja këthej me të mirë, e ato ku a mas mirë të njëna për mirë për ta. Unë e pleshti kumnije, thojnë, mos e harret ka lumen, se nuk e gëzën të armen. Unë për generatët e reja, na ku jam konë në shkollë të fillore në klasë 2-3, do më ku mësu për Skënderbeun, do më thonë kush ka qenë Skënderbeun. Dhe generatët e reja do të mi ditë kush janë konfigurat kombëtare. Tash me bo me vetë një herë të rastin Prishtinë dikon me thonë kush o ka dhe me ashon, me thonë valla, me qukrat nuk di. Ajo dhe gjenerimi venit. Ka liria, pe qësoj familje, e renë pe dëshmurve, e luftarve, e tash që ato generata nuk banë me harru. Ato do të me respektu, ku do që janë ato familje, ata dëshmurë do të me respektu, për normal edhe ty është villu venin, edhe ty është kollu, e ty a qua manetin e ty në përpara, me konë për këtë brezat, do të me konë njësëj e dashtën e mu bashkue, me deshtë venin, e dhejmë, e kumbin, me kotoni ven. Po që tash në ditën e flamurit, na gjithmonë, mas pari kujtojmë dëshmurët që kanë ra. Do më 28 nëntor është ditë e shajt për popullin shqiptar, ku do që janë. Kjo ditë është ditë e shajt, se këtë ditë flamurit, do më thonë, u shpallë me 28 nëntor, do më thonë ditë a flamurit, do më thonë ngrit flamurit, në vlorë ngrit. E aja ditë ka qenë e shajt. Po, dihet që mendimin e Kosovës edhe Shqipnia, se gjithmonë Kosova, Shqipnin e kishë përkrat, dihet e rasti i zbëletinit, që kanë dho jetën e, që shka luftu Idris Eferin atë ku. Tash llogarit Idris Eferin moshën
7 vjeç, 20 bugari ka vrarë, që është luftari i madh. Aja ditë është e shajtë. Dhe më thonë, edhe ku ngrit flamuri Shqipni, u ngrit mendimin e Kosovës. Edhe na luftën që kena bon në Kosovë, mendimin e Shqipnisë. Na jem na jem në fundit. Qatë ditë është ditë e shajtë, dhe të me respektu, çdo shqiptar dhe të më konë krenar, çdo shqiptar, dorë zoti, bohëm tonë bashkë, me Shqipni, e me Maqedoni, e me Kosovë, se na jem të rrethakun për armeqve, edhe mendimin e Amerikës, edhe të jem nishë në Evropë, në Ballkan e gjithkund. Respekt, inshallah Zoti ju runë, nera ju rritë shumë, inshallah ky mision shka mirë e ma mirë, se i vetmi që ky mision është ma serios, ma i shikumi, për me prek vlerat e luftës historike, djemë që ka kontribu ma shumë të, jo mundën për ja qëtë një dritë, dhe më thonë, pere luftës që bëhet deri tani. Inshallah Allah ju shpërblen, brez mas bejzi.